Përshëndetje të nderuar të shikues, misterët në jashtë kontrollit jemi sërish së bashku çdo të hënë të martë ende dhe të premte ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik të hënave, mbetemi tek gjeopolitika. Kanë ftuar si gjithmonë të hënave avokatin Leonard Karaj, avokat në si gjithkam. Avokatin Marsit Gubi, Marsit në si gjithkam. Kolegun gazetar Arber Hidaj, Arber në si gjithkam. Do ta nisim me atë që shpesh e kemi diskutuar, me refuzimin e Ramës për të dhënë imunitetin e Ballukut. Inserti numër 1, regjia. Pse prokurorët që u ngutën me një vrap mbreslënës të drejtohen kuvendit për masa ekstreme në ditët e fundit, nuk e mbajtën parasysh që si fillim jemi në një çështje ballë për ballë në gjykatën kushtetuese. Më 22 janar nuk ka asnjë gjas që ne, shumica qeverisëse dhe parlamentare e këtij vendi, ta shqyrtojmë kërkesën e ngutur të prokurorëve për të autorizuar masa të reja ekstreme, pa mbaruar një herë me themel procesi që kemi hapur në gjykatën kushtetuese. Pas 2 kulminacioneve shumë të forta, pezullimi antidemokratik i një antari qeverie nga një prokuror dhe një gjykatës me një vendim të shkallës parë dhe tentativa e magjistratëve, gjykatës e prokuror bashk të Shqipërisë për të rritur vetë pagat e tyre duke shqyer arkën e shtetit. Vetë Ali dhe vetë Kadi. Avokat, kryeministri Rama e ka bërë qartë që nuk ka imunitet, nuk do ta dorëzojë imunitetin e zonjës Ballukut, paktën deri në datë 22. Dha disa argumente, por në kuptimin ligjor a qëndron, le themi, a ka lidhje vendimi i gjykatës kushtetuese, fjala vjen në 22 me situatën ku ndodhet sot zonja Balluku, sepse dim që ka një kërkesë të SPAK që ajo të arrestohet, ose të arrestohet ose të jetë me arrest shtëpie, pra për një mas tjetër sigurimi. Jo, nuk ka. Sepse kërkesa për heqjen e imunitetit është nga njëra anë është procedurale gjyqësore, por nga ana tjetër bëhet politike, sepse merret nga një organ politik, siç është parlamenti, kurse ajo çka po ndodh në gjykatën kushtetuese nuk ka lidhje fare, domethënë me kërkesën për arrest ose arrest me burg apo arrest shtëpie, sepse kërkesa në vetvete në gjykatën kushtetuese është një e para, a do duhej të pezulloje apo jo, pra pezullimi, a është një tagër kompetence apo ndërhyrje në kompetencë të një organi gjyqësor të një organ ekzekutiv, dhe interpretimi në neni të 103.3 në lidhje me imunitetin në tërësinë e vet. Pra, nuk është thjesht çështja personi Balluku, pra zonja Balluku, por është një interpretim ligjor i cili do vendosë një standard pastaj për të gjitha çështjet të tilla në rast se do ketë në të ardhmen. Kështu që nuk ka asnjë rast tjetër. Sigurisht. Çfarë po bën kryeministri? Politik. Domethënë, politik, i ka shkuar, le themi, laku po i ngushtohet në kuptimin e mirëfillt fjalës, i ka shkuar tek dera, më afër se kaq. Do bëjmë një analizë për punën e SPAK-ut. Po mirë, si ta lexojmë këtë mesazh? Shiko, analizat e politikës në fund të ditës do përplasen tek dera e të Eselis të rruga Elbasanit. Por në rast se shqyen atë derë, ja kanë arrit qëllimin. Në momentin kur nuk e shqyen dot atë derë, dhe unë besoj fort që nuk e rrin dot t'i shkojnë afër, jo ta godasin, jo ta shqyen, sa më pak ta shqyen, e kanë fjalën për ambasadën amerikane, që është mbështetja kryesore e SPAK-ut, pastaj edhe Brukseli zyrtar sigurisht, por këta të parët, atëherë, sepse po të ishte e kundërta ret, po të them politikisht, këta do ta kishin shkrirë SPAK-un, teorikisht po them. Do kishin nxjerrë, le të themi, klauzola me atë komisionin Xhafa që e ngritën përpara një viti dhe do ta kishin mbyllur këtë histori. Sigurisht këta e ngritën SPAK-un, e bën drejtsinë e re, e para për ta kapur vet, e dyta për të mos u afruar vetes vet. Ndodhi ajo që ndodhi. E njëjta situatë siç ndodhi edhe në Kosovë, kur votuan speciale, gjykatën speciale, madje pa epicentër në Kosovë, po me epicentër në Prishtinë, po me epicentër në Hagë, dhe tani krerët më të lartë atij shteti ndodhen me drejt apo pa drejt tjetër histori, sepse besoj se të katër këtu besojnë domethënë që të katër krerët e politik të Kosovës janë po mbahen në mënyrë të padrejtë në paraburgimin e Hagës, po kjo nisat e thash desh për çështje krahasimore. Tani neve duhet të kthehemi sadopak jo shumë larg, sepse kemi të njëjtin kryeministër.
Ishte ky kryeministri që në 2013-2014 erdhi me sloganin ne bëjmë shtet. Po, ishte ky kryeministri që thoshte burg. Fjala burg në 100 fjalë, 90 ishin fjala burg, 10 fjalë tjera ishin kodrinor dhe kallëzues të fjalisë tia për të përbërë fjalin. Dhe ju kujtoni fort mirë domethënë që një mori njerëzish thjesht për drita, thjesht për pagesa uji, thjesht për leje ndërtimi të domethënë të pazbardhura ose të ndërtuara në mënyrë të themi antiligjore, shkuan në burg me masa sigurimi personale shumë të rënda. Dhe tani problemi është domethënë që ky është i njëjti ky kryeminist që vjen tani dhe i thotë domethënë që shiko se pas kemi gabuar ne me këto masat e sigurimit personal që pas kemi këtyre ne. Po pse pas kemi gabuar zoti kryeminist? Se të erdhi tek qeveria jote, te ajdullëku jot. Sepse pavarësisht pezullimi është antidemokratik thot. Para unë ta kam shpjeguar një herë këtë çështën e pezullimit, po më të bësh debat me mua gjithë ditën. Jo, do ta diskutojmë. Të kam thënë shprehimisht, në qoftë se zoti Rama si kryeministri i këtij vendi e ka tagër pezullimin e një ministri, atëherësh po drejtësia ka hyrë në kompetencat e ekzekutivit. Në rast se nuk e ka tagër, atëherë nuk ka ndërhyrë, sepse ti nuk mund të ndërhysh në një kompetencë që nuk e ke. Arber, si po i shikon këto zhvillimet e fundit, kemi një nxitim të madh të SPAK-ut për, le të themi, për të shtuar, për të ndryshuar masën e sigurisë për zonjën Balluku, menjëherë pasi pati një fitore, le të themi, të kryeministrit në gjykatën kushtetuese, për sa i përket vendimarrjes që mori kjo gjykatë. Si e vlerëson këtë, le të themi, këtë përplasje? Jemi në një përplasje reale midis qeverisë edhe drejtësisë, apo jemi në kuadër të një loje që i dihet, le të themi, përfundimi? Shiko, qëse që ka patur SPAK, që nga momenti që ka marrë ka pranuar shqyrtimin gjykata kushtetuese, pra që ta shërtoj ka apo jo një shkelje ligjore në ato që ka bërë SPAK, duke pezulluar zonjën Balluku, një kërkesë që erdhi nga partia, nga Këshilli i Ministrave për Ritës së Vërtetës, jemi në terren ligjor. Po. Pra unë i qëndroj parimit që kemi të bëjmë me një procedurë ligjore nga ana e SPAK dhe nuk ka asnjë gjë për t'u habitur. Diskutimi nuk ka të bëjë me kërkesën që SPAK kërkon heqjen e imunitetit të zonjës Balluku dhe më pas arrestimin e saj. Sepse kjo është një rrjedhë normale dhe unë këtë kam thënë dhe më herë që ose mbani mend debatet që kemi bërë te tavolina jote. Pra që nëse kjo zonjë është kaq e rrezikshme, atëherë pse nuk kërkohet arrestimi i saj, po shkohet te pezullimi. Pastaj nga pezullimi u kalua shkoi tek arrestimi, tek kërkesa gjithmonë. Jemi në terren normal tani. Gjithë diskutimi është ku lidhet kjo, Arber? Gjithë diskutimi ku lidhet pezullimi me kërkesën? Gjithë diskutimi nuk është tek kërkesa e dytë. Diskutimi është tek kërkesa e parë. Pra, u pezullua, kërkua pezullimi i zonjës Balluku dhe gjithë shqetësimi që pati maggioranca, jo ne, po e pati maggioranca dhe pati zoti Rama ishte që ndërhyrje e pushtetit të katërt te pushteti i dytë. Dhe ky është shqetësimi që ai pati dhe prandaj e çoi në gjykatën kushtetuese. Dhe ne këtu kemi ngritur dyshimet tona, kritikat tona, po deshe, që si ka mundësi shkohet dhe kërkon një institucion të drejtësisë në gjë kaq shumë. Tani pse kushtozon Rama me këtë kur avokati thotë kjo s'kan lidhje fare të dyja kërkesat. E para kemi të bëjmë me çfarë paralajmëron? Edhe në rastin konkret kemi të bëjmë me afate ligjore. Pra për sa kohë një kërkesë për mua si individ, ky është komentim, nuk pastaj do hyjë te interpretimi i lëvizjes së zotit Rama. Për sa kohë është sipas ligjit, edhe këtu zoti Rama është në drejtën e tij ta bëjë. Është në fushën e vet. Dakor. Që të jepet një raport që jepet kuvendit, pra që jepen dy raporte nga Këshilli i Mandateve dhe Rregullorës, jepen dy raporte, një nga maggioranca, një nga opozita. Dhe është një periudhë kohe 3 mujore. Është brenda afateve. Është jashtëzakonisht shumë brenda afateve dhe zoti Rama patjetër tani nuk është më një betejë ligjore, sepse betejë kryesore ligjore për mua nuk ka të bëjë me arrestimin ose jo të zonjës Balluku, sepse është një gjë që e vendos në fund të ditës Kuvendi i Shqipërisë dhe maggioranca. Për mua betejë kryesore është gjykata kushtetuese në datën 22 janar. Do ta rrëzoj apo jo? Po çfarë lidhje ka kjo me sepse në bazë të saj, ja ta them unë. Po thuaj pra se ke thënë deri tani 3 herë bëri pyetje. Unë do bëj analizën. Jo, bëj analizën time, më fal. Po mos merr kohë kotë po.
Po mirë, ti more kohën tënde, unë s'të thash që të dëgjova me shumë vëmendje, edhe ligjërisht dhe ti nuk e kundërshtove. Arbri ka qenë dakord që të kërkojë masë. Tani unë kam qenë unë i ri parimit. Unë jam te parimi, po. I qëndroj. Unë jam në optikën time që patjetër të hiqet imuniteti në optikën time. Por ka një gjë. Tani por. Tani do jetë interpretim. Sepse ju bëni një gabim. Flisni vetëm në vetën e parë. Unë po përpiqem të lexoj dhe çfarë ndodh. Kemi bërë debat bashkë. Tani. Ke thënë në fakt. Nëse ka fakte prova të arsyeshme, pse ndryrin kompetencë politike, s'është e zgjedhur? Unë i qëndroj të njëjtës gjë. Fakteve dhe provave nuk i kontestoj. Unë i qëndroj të njëjtit parim. Për mua duhet që të aprovohet kërkesa. Por gjithsesi, është në drejtën e Ramës. Është në drejtën e Ramës, thotë. Është në drejtën e Ramës 3 muaj, thot Arbri, është në drejtën e vetë 3 muaj dhe për mua për mua diskutimi për mua nuk ka të bëj me aspekte ligjore në rastin konkret. Rama do që nga gjithë të debat të madh që është futur në këtë përplasje, në këtë tension, do të korri fitoren e tij politike dhe fitoria politike e tij, po dhe ligjore. Pse jo, do jetë vendimi gjykatës kushtetuese nëse do jetë në favor. Ajo do jetë karta e fortë morale që Rama t'i thot gjithëve. Shikoni që ka fakte prova të arsyeshme për masën e sigurisë. Atë lëma diskutuam për. Ai po thotë çfarë? Po flas politikisht Ramës, se Rama do të fitojë. Po të flas politikisht. Ja ta mbaroj, po vi aty se do kalosh. Dhe politikisht Ramës kjo jep një fitore shumë madhe. Unë thot në asnjë moment nuk kam thënë mos e hetoni. Një fitore që mund të legjitimojë nesër mos dorëzimin e Ballukut. Ndryshim jo te Balluku, po një ndryshim ligjor që mund të bëjmë palët me njëra tjetrën në drejtim të drejtësisë. Po jo më pritni se. Dhe për mua thelbi ky është rënd kjo. Për mua thelbi ky është. A ka mundësi më? Ajo që Rama nesër do nxjerrë si flamuri fitores, vendimi i gjykatës përdoret nesër për të prodhuar mos ja marr anën kohë. Nëse do jemi të drejtë. I bëja dy pyetje retorike sa s'di të kthej përgjigje. Jo, është ai po flet politikisht, jo juridikisht. Po më një sekondë tani. Thot Arbri. Ajo që do vendosi gjykata kushtetuese, do përdoret nga Rama. Nëse do jetë në favor. Pyetja retorik, po duhesh mos u përgjigj. Në gjykatë kushtetuese, për çfarë është zoti Rama? Është për një pezullim të prezumuar? Apo është për një heqje imuniteti për shkak arresti? Ka ndryshim shumë të madh njëra me tjetrën. Tani. Besoj që është e qartë dhe ne thamë disa. Jo, është e qartë fare, ajo që thua ti e o njerë. Po tani më fal. Më qartë se aq, po ti nuk dëgjon nga veshi i djathtë. Nuk e di të majtin e ke më të mirë në dëgjim. Lësha edhe në arsyetim. Po jam gjithmonë te dëgjimi në rastin konkret. Tani, kur s'ke çat thuash domosdoshmë të bësh në një nga këto batuta e Duçes, po jo më la shkrim për së qeshtë. Po jo më jo. Vazhdo jepi. Diskutimi është ky, po ta them edhe një herë. Debati dhe Rama në këtë betejë që është futur tani do fitore politike zotëri. Në fitore politike legjitimon ndryshimet e bravo. Sepse ligjërisht është futur në proces gjëja. Dhe procesi kush është? Procesi kush është? Pjesa që ka të bëjë me imunitetin. Unë them që zoti Rama do t'ia heqi. Po Marsin, herën ti do të bësh atë. Unë them Rama do t'ia heqi. Do të heqë imunitetin. Çka ka ajo karriga aty? Ku e ke kundërshtim me Arbrin? Ja, është e qartë. Tani nuk ka kundërshtim. Vion me batutat e Jakomonit. Unë të thash një herë tjetër. Shikoj, më tha mua batutat e Duçës, më ta japun çfarë tha. Më tha mua batutat e Duçës, po bën batutat e Jakomonit. Po këm si Duçës. Jepi. S'ka problem, vazhdo. Pyetja e retorike ime ishte. Unë humorin e vlerësoj, si do që të jetë. Gjykata kushtetuese do vlerësoj arrestin e prezumuar të zonjës Balluku, për këtë është. Jo për ata. Po lidhe kamore. Apo ore tha pezullimi mor zotri. Po pra dhe unë të thash ty. Dhe ta thash. Pezullimi. Kjo është betejë kryesore që ka Rama. Dhe po të them një gjë tjetër. Po pse nuk e kishte betejë kryesore? Është kaq e rëndësishme. Po mi më gjoj. Sa unë them një gjë. Me këtë flasë sonte. Në datën 22, ja ta them edhe këtë. Që ke galvanizuar protesta më vonë. Sa të pëlqeu, ka shumë pëlqeu protesta. Dhe në datën shumë. Protesta e zakonshme. Në datën 22, Rama për mua siguron mandatin e tij të katërt i qet. Po ta them edhe këtë. Avokat.
Edhe ke sfidë Jo, Marsit. logjike dhe debati këtë, të dy. Dakor. Siguroj mandatin e 4 në datën 22 se do ketë vendim të gjykatës kushtetuese pozitiv. Nëse fiton, legjitimohen nesër. Dhe mbaje me në shënim këtë që po themu. Siguron të 4-in i qetë. Po pra, sepse blokon spakun. 22, 23, 25 kur duhesh ti, apo dhe 22 maj, apo 30 maj, Rama jo vetëm që e ka të siguruar, por sa të ketë në krahun atan, kundërshtar Sali Berishën, jo 2029-ën, o Arbër. Të kam thënë 2041-shin unë. Po ti nuk të gjon as nga i majtë, as nga i djathtë. Diskutimi rastin konkret është te drejtësia. Jemi ke drejtësia. Marsit, si e shikon këtë tezën që Rama mund ta përdor fitore në gjykatën kushtetuese si argument që nesër le të themi të bëhet bashk me apo qoftë edhe me votat e tij të asgjësoj spakun. Nuk qëndron në funksion as pak. Jo asgjësim, ndryshim. Jo. Ndryshim pra Ndryshim po që kompetencash. asgjësimi është ai në një farë mënyrë. Pse? Ta them unë edhe dyta nuk qëndron, nuk ndikon në cilësinë e procedimeve penale të spakut fakti i një vendimi gjykatës kushtetuese. Jo, nuk ndikon, sepse gjykata kushtetuese mund të jetë një hierarki më lart, po bën kontrollin cilësor të ligjit në raport me frymën e kushtetutës. Gjykata kushtetuese nuk kontrollon cilësinë e procedimit penal. Dakor, në rast fitore po themi. Në rast fitore në gjykatën kushtetuese. Pse nuk e bën dot? Nuk i ka numrat? Po dëgjoj pas nuk është çështje numra, se ka pasaportin e përfaqësive tuaja bëhen thjesht kartona ato, 83 mandate. Nuk kanë fuqinë e mandatit më. Këta kanë fuqinë e kartonit, pa vlerë. Si pa vlerë? Po e ke parë rastin kur u proceduar për reformën e drejtësisë. Ai votu me zor 140 veta. Ti kujton që po mos i votojnë ndërkombëtarëve që votojnë pro. Dhe po thua që Rama nuk ka shanse Nuk ka shanse po spatim aty ndërkombëtarëve të votojnë dhe të ketë jo 83, po të ketë 140. Nuk e bën dot pa miratimin e atyre. I japim edhe Tik Llapën, i japim edhe Agon Shehin, i japim edhe Arlin Çorrën, nuk e bën dot. Edhe po doj. Edhe me 140, po mos i dha përfaqësi e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, viston që spaku preket ose të preket nuk e bën dot. Po çfarë tash do dorëzoj pushtetin? Dhe do shkoj do dorëzoj pushtetin. Po në kushte negocimi jemi, më problemi është se ka drejt Leonardi, që po mos ishte kjo përfaqësi e Partisë Demokratike që sot Rama sot e kishte marrëveshje për qeveri teknike dhe më pas për largim. Po, do shikoni që në javën e vazhdim kjo është nëse. Ta përfundoj. Kjo është nëse do ishte bashkënim një pjesëtar shumë i rëndësishëm. Ndrojmë do ja zgjem se kjo që i familjes. Zotit Rama do thirren spak. Kaq. Edhe do shikoni si do agravojnë gjërat. Po ta them. Dhe pse thua? Dhe pikërisht pa vendimi i gjykatës kushtetuese është Rama do dal. Jo. Marsit, po atë doli Berisha kundër gjithë votës më burri dhe. Çimentoni Berisha, pse nuk dit ka Rama më? Dgjoj. Po është më për është çimentimi i digës Lojce. E di pse? Sepse Berishës nuk i dolin gjithë bashkëpunëtorët e vend procedime. Pa dikur do ishte rrezik për Berishën, kishte edhe ca procedime të tjera, dhe të kishin bankën e akuzuarëve Ridvan Boden, të kishin bankën e akuzuarëve vetëm Fatmir Medion, po të kishin Lulzim Bashën. Atëherë flisin bashkë, do ishte histori ndryshe dhe e Berishës. Ai Berisha ishte një e sajuar po thua. Ishte gjë tjetër komplet, një natyrë komplete, s'po them me sajuar. Nuk ka qenë rasti siç po i ndodh Ramës. Ore, kuptonti që do në javën e vazhdim nga bisedat e përgjuara që do dalin, do shikoni edhe gjëra më të bukura, edhe nga këto videot e regjistruar nga zoti Agasi, që kanë dalë sot nëpër portale, që regjistronte veten. Edhe gjithë takimet që kishte përfshirë dhe drejtoreshën e Akshit. Do keni fakte të reja, gjëra që afrojnë sa më shumë ore kur i sekuestrohet telefoni drejtorit përgjithshëm të policisë shtetit. Kur njerëzit më të afërt Ramës janë qitë gjithë në procedim. Çfarë mendon ti, ku të çojnë rrugët? Ore rrugët e Italisë të çojnë në Rom? Është shprehje vjetër, të gjitha rrugët çojnë në Rom. Në qoftë se kapen pikat nevralgjike të funksionimit të magjorantës aktuale politike, ku çojnë këto rrugë? Të çojnë në Rom. Po në Rom çojnë. Dhe Roma merr vendimin, shkrin dhe shbën spakun. Unë po them një fakt para prak, pavarësisht retorikave që ndodhin kot lart e poshtë për të bulu diellin me shosh. Në qoftë se del, të njëjtën ditë që është marrë për shembull Peng, biznesmeni Geron Meçe. Një mesazh që i çohet shkëlqësisë së tij kryeministit, që shiko kjo gjë është problem se po na hyn ky Geroni. Dhe thot zgjidhe këtë situatë, ndërkohë që ai është marrë Peng. Tu nuk ka ndonjë indicie? Jo, më ka indicie, po. Tu s'ka indicie, se mund të disa avokate, më. Ky tha zgjidhe, më i fal mund të ketë thënë që edhe hikti nga procedurat e ndërimit. Puna është që po kur konvergojnë shumë mesazhe, një mesazh tjetër që mund të konvergojë te zoti Proda. Ti e di shumë që sot s'ka sekretar në kryeministri? Sekretar përgjithshëm. Pra Gaçin e ke fjalë. Po, nuk është më sekretari i përgjithshëm. Ka kohë që është një zonjë tjetër. Po pse? Jo, po është një zonjë tjetër, ka një 6 muaj, 7 muaj. E di pse?
Se dim pse. Ti si lajm që e ke pasur nuk e ke dhënë. Jo, s'e ka dhënë. Ua, ka kohë që s'është më një Gaçi sekretar i përgjithshëm. As Arbra shumë tjerë. Tallesh ti, më vëdim gjithë që s'është më ka Ore kohë. ti e ke Po si dhënë. bet lajmi kur e di. Ore ka kohë, ore ti e ke dhënë. Se kanë dhënë. Po Pse i demo depozot Arbrin, kod? po Pse demo do të Arbrin. bësh? Ti e ke dhënë. sekond. I ke Edhe dhënë as kusht. Ku ta japo? Të cila media? Te media jote. Te media ime. Ti këtu je në Ma thu që media. kemi në media si. Ti je në Që unë se media. di, po ti e di. Ti je në media këtu. Si e kam në media ime? Nëse ka 6 muaj ke qenë te reporti. Nëse s'ke qenë te reporti, ke qenë te TVSH ku je tani. E ke thënë? Se ke thënë. Ja, më fal një çik, po unë bëj lajme të e di procedurën se si funksionon një redaksi lajmesh. Po 10 vjet kam punuar gazetari Po vetëm. tani më fal, po si funksionon një redaksi lajmesh? Vetëm 10 vjet. Drejtuesi një emisioni Vazhdo, bën vazhdo. lajme, se sa kuptoj Ta këtë. them unë edhe gjë Se tjetër. kuptoj këtë tani. Ja ta them. Jo, po trim tek jo. Hajde, votja t'ja vuzim. Jo, po trim ke skenari. Dhe ka Bernardi s'kam. Marsi, do Në dalim të vazhdim ke urdhër arrest edhe për zotin Agaç. edhe për zotin Agaçi. Po më. Po është të thënë që Janë ka qenë firmosur. Dhe zonja Bishga nuk Ka është në person- kryeministrim. Po e ka hequr para ca ditësh. Isa akoma. Jo, e gabim ka rruar, vesh me së mund. Ishim lajmi që po them. Arbër. Më fal, Po, po, po. ishim lajmi që po them se organigrama aktuale e kryeministrit. Po, insistoj, Është ky këtu. insistoj. Sa avokati Çfarë të këtu bëjmë? që Unë po them që gjithë shpura dhe gjithë enturazhi kryesori i dramës sot janë procedim. Rastore të duket kjo. të mos më duket rastore, përkundrazi, nga që më duket e qëllimshme dhe Rama e deklaron. Rama ndjen, Rama dhe ka Rama e deklaruar. deklaron për herë të parë, do bëjmë një analizë dhe analiza Ore, kupton ti, provon jemi- vendime. unë Dhe do ato të- vendime për ta përfunduar. çojnë te bllokimi i spakut. Për ta përfunduar. Edhe to do dalin gjitha, unë po të them, mbaj përgjegjësi të plot. Tash po them dhe të fundit. Në një nga emisionet e prime time-it, ndërkohë që ne kemi situatën aktuale me këto procedime me 20 afërtit, del dhe flet zoti Rama për përjetimet e 4 dhjetorit dhe flet pikërisht për qeveri teknike. Pse? Dhe si e mori vendimin për bërë qeveri teknike, se nuk ka gjë rastësore më. Qose unë e Nardi në një emision dalim dhe flasim për ndonjë problem të mundshëm që Tirana ngjelet pa ujë, pa e bëjmë kod. I paraprim diçkaja. Çfarë po i paraprihet? Po thua që Rama ka rënë dakord për qeveri teknike që Rama kërkon marrëveshje, mendoj. Po kërkon marrëveshje pra, po marrëveshja. Shiko, marrëveshja që ti si kryeminist, marrëveshja mund të jetë dhe fasada. Undri kryeministës, edhe kushdo tjetër pastaj bëhet pjesë qeverisë teknike dhe hajde negociojmë. Jo, marrëveshja. Mund të jetë një marrëveshje lloj që mund të shkojë president, mund të jetë lloj marrëveshje që mund të ikë, mund të jetë marrëveshje vallë që. Dakord, kjo po. Nuk e dim. Ama po negocion pikërisht me këtë. Në situatën që flasim, kosta reale është kryesia dhe përfaqësia e Partisë Demokratike. Kaq, në qoftë do dalim, e kemi diskutim. Je dakord me këtë Leonard? Po absolutisht, po dilem more. Avokat. Dëgjoj këtu. Ore, të themi njerëzve nëse s'duan ta kuptojnë. Nëse s'duan ta kuptojnë, është tjetër histori. Unë mendoj domethënë që duke parë se çfarë po ndodh sot, me aq sa ka treguar Spaku. Ai Spaku të cilin nga kjo studio unë nuk kam rreshtur kurrë duke e sulmuar dhe kritikuar sipas mendjes time, duke gjykuar gabimet procedurale që ka bërë. Sot, drejtuesi i ri i Spakut bëri një deklaratë shumë të rëndësishme. Do përqendrohemi tek korrupsioni dhe tek parat. Korrupsioni dhe parat. Dhe do bëhen hetime procedurale. Që do thotë çfarë hetime? Që do të thotë që deri më sot red Spaku pothuajse asnjëherë kur ka çuar një person të veshur me pushtet pas nën mas sigurimi apo të pandehur, nuk ka hetuar as edhe një herë procedurën për të cilën lidhet ky zyrtar publik. I vetmi rast është zonja Balluku, që është marrë procedurën. Me procedurën. Pra, për shembull, Lefter Koka, Alçi Bllako, Dreq Erion Velia, që gjithë ta nuk është marrë. Paketimi ndërhyrje sa po lexoj tash. Drejtoresha Akshit më përpara deklaronte që unë nuk takoj asnjë nga operatorët ekonomik që marrin pjesë në tendra. Ndërkohë sot, mas daljes së videove, pranon që thot po kam qenë në zyrën e zotit Agasi, po s'kemi folur asnjë për marrëdhënie pune. Ndërkohë që ka qenë pikërisht në datat që korrespondojnë me momentin ku ka qenë procedura e tenderimit, në cilën ka qenë i përfshirë zoti Ermal Beqiri dhe zoti Geron Meçi. Tash më fal. Se këtu na ndodhin prerë çuditëra më ndana. E kështu çuditëra do të thënë ta bindën në deklarata kontradiktore. Dhe zoja Karçani nuk është kot aty, se është njëri shumë i afërt me familjen e kryeministrit, ë. Pse e din gjithë, se si është zgjedhur se ka ardhur aty. Por mua më bën përshtypje pse heshten më dha, pjesa më e madhe e mediave. Nuk heshten dhe nuk futen thellësi për të shqyrtuar faktet. Po se s'duan për Po pas duan, po. Se janë të gjithë lloj kyçur, sepse si puna e ikjes këtu merren kur ndryshohet një sekretar në bashkinë e
Kuçovës. Nuk më jem se ka ikur sekretari i përgjithshëm i kryeministrit. Marsit. S'është marr kurrë asnjë. Por edhe kur bie për shembull diskutimi, e bërja Agaçi këtë ose këtë më përpara. Sot flitet. Ku është Agaçi? Ore, unë po të të hetë 100.000 euro ty e ka ty të goja, ti dhe ti të mbyll gojë s'let me më bu tani. Pak më shtrenjtë. Po, i lem mediat se media po dalin gjitha këto. Jo, ato s'po dalin fare media, ato po dalin rrjetet sociale, po që për media ti... Rrjetet sociale, po media kam parë. Ajo që disha të thoja, është fakti domethënë që ky shtet teorikisht është i krimër më i rënë. Ore, dakord jam, unë i shkoj skenarit, nisem nga deklarata e kryeministrit Rama, dakord jam me gjitha këto. Marsiti thotë që po shkon drejt asaj, le të themi, laku i gjës, apo bisturia e Spakut, po shkon drejt kryeministrit, jam dakord me ty. Kryeministri tani, ashtu si Berisha dje, vendos që mos ta pranoj këtë, ti dali kundër, siç i doli Berisha ambasadës amerikane dhe Yuri Kim e konsideroi guvernatore me fustan, dhe Rama vendos që në pozitat ku është se Rama ka qa negocion, se Rama është kryeministër, është me 84, me 86 mandate. Rama ka qa negocion. Pse, do më thënë, edhe Marsiti, edhe ti... Se fakti që merr 86 mandate ti për imunitet ndaj ligjit? Jo, më dakord jam, ore, një minutë. Kur bën vepër penale, më jep arsye pse Rama nuk do bëj të njëjtën gjë që bëri Berisha me Spakun. Ti dal kundër se Berisha s'kishte mundësi ta zhbonte, por Rama ka mundësi, i ka mandatet për ta zbërë. Rama ka një problem tjetër, se po i doli kundër Spakut, duhet të ndërmarrë iniciativët që me ato mandate që ka të procedoj, po problemi e thash që në fillim unë. Po pse i bi që nëse nuk procedon, i bie që giotina që është bërë gati ti presi kohën kryeministrit. Po jo, në këto kushte, pse nuk do të bëj, nuk do marrë një vendim Rama për të mbietuar. Në kushte dhe vazhdon përqendrohet debati, bëhet në akoma emisione për prime time, vendimi që ka shtetuse. O Marsit, nuk kemi punë me emisionet e tjera, se kemi emisionin tonë, po i bëjmë bisedat. Kjo është ajo që po themi. Pse ti mendon se Rama nuk do ndërmarrë atë që lajmëroi që para lajmëroi do bëjmë një analizë. Ta fash precedente më sepse tentuan kur përfaqësitë e huaja i thanë që reforma drejtësisë duhet votohet, kishte pjesë të caktuar deputetë që u shprehin dhe publikisht, madje ka pas dhe nga ata që deklaruan edhe mesazhe dhe kur erdhi puna shkon votuan. E njëjta gjë është dhe sotmë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bashkë me Berishën bën 137 deputet. Delinja, deklara i ke lexuar dokumentet e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe deklaratat e përfaqësuesve ndërkombëtar janë që gjitha pro Spak. Madje kanë thënë e përkrajnë punën që ka bërë në goditje rezultateve të lartë dhe kjo duhet vazhdojë. Tani ku shikon ti vullnetin e tyre? Çfarë do të ndodhte nëse Rama merr një vendim për ta zbërë Spakun? Ka firmos fundin e vet, jo të Spakun. Ka firmos fundin e vet. Çfarë do të nëse i shkon Escobari numër 2, se nuk e di kush është tani, apo Filip Rikeri numër 2. Po i shkoi Berishës Yuri Kim, Berisha ase vuri ujin zjarr, se s'po them në një fjalë tjetër, Berisha vazhdoi, është sot kryetari i opozitës. Do të ngjosh atë. Po jo, Berisha përfundoi Vegël dhe Patricia. Jo, është kryetari i opozitës shqiptare Berisha. Në rregull, tani drejton që Berisha? Është ore tash është një nga negociatorët kryesor. Ore dit, po të marrë politikën në vend shumë të vështirë son dhe emisionin më burrë. Po jo çka ka? Ore shteti drejtohet nga Rama, më nuk drejtohet nga Sali Berisha. Ku futet historia në momentin që Rama merr vendimin për ta zbërë Spakun, se po e parë nuk e bën dot. Po çfarë se bën dot o burr tash? Si se bën dot ore. Po nëse e bën po them o burr. Nuk e bën, mos thuaj fare nëse. Po si se bën, do të pranoj giotinën tani. Do pranoj që ai dhe njerëzit e vet më të afërt përfundojnë gjithë pas hekurave, një natyrë si Rama. Do pranoj të futet në një pazar me ndërkombëtarët. Po pra ke pazar. Këtu jemi në rregull pra. Pazari nuk është domosdoshmërisht, po shkrihet Spaku, shkrihet Rama. Okej, po jam jep këtë variant. Atë Rama po jep sinjal pikërisht këtë gjë, nëse nuk më jepni një negociat, shkojmë në këtë pikë. Po. Të njëjtën gjë po bën Berisha sot. Ore dakord jam një protestë gjenjen ata njerëz që dalin shesh, si domethënë që të kredite vetë personale si kryetari i BT-s. Dhe agravon çdo lajm të mundshëm, të themi edhe këtë, duke egzageruar në lloj forme të tillë që kur dalë lajmi real ti bie vlera. Po. Tani 3 herë ka nisur asnjëherë. Po duhet të vazhdoj, s'ka problem. Jo, vazhdoj. Po vazhdoj se tash unë jam me Arbrin në rastin konkret. Oret.
Atje që bie themeli i shtetit. Po të ishte për Ramën dhe për Berishën, SPAK-u nuk do ekzistonte fare. Po të ishte për këta dy, jo dje, jo sot, po që në kryetarës nuk do kishte ekzistuar fare. Jo pa qëllim, të gjithë ata që kanë ardhur aty dhe kanë mbështetur atë strukturë, nuk e kanë bërë më kot. Kanë parë lëvizjet që kanë bërë politika kundër kësaj strukture, dhe prandaj janë shprehur, jo pa qëllim dhe Gonzato trimërohet. Dhe del SPAK-u nuk preket, çdo gjë tjetër mund të bëhet, SPAK-u nuk preket. Pik, marrë kjo histori. Tani ti thua sikur të ndodhi kjo. Unë them, mos shif ëndra me sy hapur, se nuk ndodh. Jo. Kjo nuk ndodh. Zotëri nderuar, SPAK-u nuk preket me 1001 të zeza që ka. Me 1001 negativitete që ka quroj, me drejtuesin e ri, të ndryshoj dhe era aty. E gjës, sepse për ta marrë rast analog fare. Ti zotëri ke ngritur sot një akuzë, ish drejtores, këtu është me ish me gjitha. Të s'ke, të rrugët s'ke, tek akshi nuk ke, tek nafta nuk ke. Domethënë këtu shteti ka rënë sepse s'ka sekretar drejtor më të rëndësishëm. Dhe ky nuk i zëvendëson. Nuk vjen njëri tjetër aty. I ngre Milindës dhe i thua grup i strukturuar kriminal. Juridikisht, grup i strukturuar kriminal do të thotë minimalisht diku te 12 deri në 15 vite burg. Sipas kodit ton penal po flas. Tani me 15 vite burg dhe ti nuk shkon me një mas sigurimi arrest me burg, tani dy gjëra ka. Ose ti do bësh ke standarde të ndryshme për njerëz të ndryshëm, ose unë nuk di ta kuptoj ndryshe se si është e mundur që për një person, dhunë familje apo çfarë do lloj vepre penale tjetër e cila dënohet deri në 3 apo 5 vite, sot është në burg mo. Unë kam klient të cilët janë në burg masa sigurimi shtrënguese për vepra penale shumë herë më të lehta se sa kjo. Dhe vim tek ajo ideja që të kam thënë para. Këtu burgun e bëjnë allëxhind. Nuk e bëjnë ata të cilët e kanë vjedhur kështu nga mjezi deri në tar. Ajo që po ndodh me akshin dhe njerëzit akoma nuk e kuptojnë. Dalim te akshi, vetëm ta them këtë se ajo që po ndodh me akshin sot dhe nuk po arrin dot ta kuptojnë njerëzit se çfarë është akshi, se realisht nuk e kuptojnë. Akshi është bombë në mënyrë metaforike. Sepse ka pasur çdo gjë të jetës tonë mo. Çdo gjë nga jeta jon, fatura, ku diun, ID card, çdo gjë që ti ke, telefona, i ka akshin në përdorim. Dhe teorikisht, ato që ti ke në veten tënde dhe i ka akshi për ty, sipas të dhënave, i ka pasur dhe grupe të strukturuara kriminale. Pra e kupton se sa gjë e rëndë është. Dhe ne dhe thoshin para 2 vjetësh, erdhën këta sirianët dhe na hakeruan, na i morën këto. Iranianët, çfarë ishin ata? Ka 3 mandate dhe këto nuk shkuan. Kjo është logjika që. Tani më ose trinderu, e kupton ti domethënë, ç'është kjo iranianët, mo? Ne kemi iranianët këtu më. I kemi pas aty më. Marsit, çfarë po ndodh me akshin se realisht avokati ka drejt, domethënë shumë e paqartë për ata që po na ndjekin për çfarë bëhet fjalë. Çfarë ka ndodhur? Pikërisht për shkelje barazien tendra dhe për një organizatë dhe grup të strukturuar kriminal, fakti i cili është zbuluar për shkak sepse është marrë peng një nga biznesmenët që ka marrë pjesë aty, për të fjalë për zotin Kiron Meçe, i cili gjithashtu është dhe një afërm i familjes. Ka dalë pamjet sot regjia, do t'i kemi ato pamjet. Dhe ka qenë makabre sepse është marrë peng nga uniformat e policisë, gjë për cilën sot është pezulluar dhe zëvendës drejtori. Po ja, ku janë pamjet që janë publikuar sot? Leon Aga, po, Ismailin fal. Po. Dhe problemi ka qenë se që në momentin që është liruar e ka vajtur dhe ka bërë denoncimin. Dhe gjithashtu ka deklaruar që ty prapë në tendra. Pas kësaj? Po, mbas këtij episodi. Që parajmëron se Geron Meçe në atë moment mund të jetë një bashkëpunëtor i ose mund të bëhet bashkëpunëtor edhe me një hapur i drejtësisë, ditën e vazhdim. Ndërkohë që fakt për cilin është marrë vesh situata në fjalë nga zbërthimi i telefonit të zotit Ergjus Agasi, i cili ka qenë dikur në djenin time një drejtor në Ministrinë e Mjedisit dhe nuk e di çfarë funksioni ka pasur në strukturën e shtetit, po një si njëri me influencë në zonën e Durrësit dhe njëri i cili ka ndryrë për drejtuesit e shumë institucioneve, përfshirë Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, dikur kur erdhi drejtoresh një personazh i famshëm, i cili sot është diku, dhe në institucionin për kadrës, ku shihen dhe pamjet e drejtoresës së përgjithshme, zonjës
Kaçanaj. Po. E cila ka takuar personalisht zotin Agase në zyrën e tij. Rri pak këtu. E di çfarë shtetë kartoni është më? Shkon aty, i bën kontroll shtëpis, i gjen 100, 200, 5.000 shishe verë, nuk më intereson fare numri, po. Edhe e vënën sekuestro, drejtoria e doganave, ikën se nuk punojmë dot natën neve, dhe ditën tjetër nuk i gjen më aty shishet e verës. Këtu nga i pari doganës dhe deri te roja duhen shkarkuar, duhen marrë për dike penale. Po ku ndodh kjo më burr? Ku ndodh kjo më të vesh ti vesh i riti që ka hajdut në Shqipëri që vjedhin verë kamun. Po jo, ku ndodh që ti ta vesh në sekuestro edhe mos lesh njeri aty që të mos prekin vendin e ngjarjes. Proceduralisht duhet rri një person që të Ore, dhe ke vënë në sekuestro, i ke vënë shiritin. Dakor. Edhe aty i ke thënë, nuk po punin natën unë. Po me mbaroja do të ri këtu, se do vi nesër mëngjes. Proceduralisht duhet rri roja. Normalisht e ka, le të themi, tagër SPAK që të vendosi një roje në momentin që do. Drejtoria e doganave, sepse ajo e ka pasur për ta ashtu një. Duhet lej një njeri. Jo njëma, duhet kishin lënë eskort aty. Ata shkuan natën, i hoqën ditën tjetër kur shkuan për të E kupton domethënë se sa banale është kjo histori. E kupton se çfarë shteti ke të bësh ti apo jo më burr. Si me i thon Hajdutit, vodhi Hajduti aty ho, ik tani se do të kap nesër mëngjes, nuk të kap tani. Po çmenduri, a e kuptoni se është çmenduri, kjo që ndodh me këtë vend. Është bërë qëllimisht, po thua avokat. Po s'duhet të merren fare, është bërë qëllimisht apo jo? Konsiderojmë si duhet, qoftë qëllimisht, qoftë pa aftësi, qoftë në të gjitha mënyrat e mundshme. Dhe këta të drejtorisë doganës thanë, me këtë sasi vere që ne kemi gjetur, ky zotëria ka bërë dem ekonomik 400 milion lek. Pra, aksizin që duhet paguën të ky, pra jo vlera totale. Se vlera totale mund të jetë 5 milion euro. Por aksiza që duhet merrte shteti për çdoganimin e këtij malli, duhet ishte 400 milion lek. E kupton? Këta 400 milion lek s'ka problem apo? Ore, e kuptoni se ku jemi apo nuk e kuptoni dhe vazhdoni më thoni mua, doli Rama aty dhe po thot kështu. Ju doni t'i mbushni me një njerëzve, me patjetër që si puna si një dikur, unë kur isha shumë i vogël, gjëja për një që thoshin, po vdiqen Verogja, ne ku do shkojmë? Imi fiks, po iku Edi Rama, po neve qatë, po iku Berisha dhe Rama, ne ku do shkojmë, ne na me lumi? Tash këtë punën e vjedhjes verës avokat, qa pasoja do ka, se kam kuriositet, nëse do zbulohet se kush e ka vjedhur, sa dënohet? Unë e them çikës dhe me jo kam kuriositet shumë. Dhe me emocione them këtë. Dënohet tjerë si Hajdut. Po prit një sekond. Ka shkuar për kontroll banese. Dakor. Me urët të SPAK-ut. Po. Kanë gjetur aty një sasi e madhe vere. Kanë bërë për llogaritjen, ata që kanë gjetur, se kanë gjetur, kanë numëruar, gjithashi. Ai sa marrin vesh. Ai sa marrin vesh. Edhe kanë thënë, në për llogaritjen që ne gjetëm këtu, se kanë shkruar, kanë mbajtur inventar ata. Po. Këtu ka një dem ekonomik 400 milion lek vetëm për mos pagesë aksize. Lere pjesën tjetër. Vetëm për këtë bëhet fjala avokat, mos pagesën apo prishin. Dëmi ekonomik i shkaktuar është 400 milion lek vetëm për mos pagesë aksize. Mos i futemi ide se nga erdhën si erdhën, pse janë aty. Dhe si është përftuar ky mall. Dakor. Sepse do kuptosh. Edhe çfarë bëjnë tani? Ndarë, bën këtë punë po. Shiko, nuk po punojmë natën neve tani. Po hikim dhe po kthehemi nesër në mëngjes. Tani një pyetje ka unë si, domethënë si avokat që je, ky Hajduti që i ka marr, sa dënohet nëse zbulohet nesër? Jo, ja kanë vënë djalit Xhaxhait Ergyt. Nëse dakor, po si dënohet dhe sa dënohet? Jo, ai s'pangot asnjë gjë, pengim drejtësisë ka ai, 3 vjet burg. 3 vjet burg, as shkon fare as i ditë në burg. Unë nuk merrem me atë, ai bravo i qoftë që ka futur aty, i ka marr ato shishet e verë. Ti po thua kush ja la derën hapur. Unë këtë po them, ore, ti e kupton domethënë, ne kemi vënë një polic, dhe ky polici duhet na ruajë ne që të frem gjumërat. Po. Kur na vjet polici, e kupton domethënë se ku ke përfunduar apo jo? Arbër, çfarë po ndodh me akshin dhe u përpoqja të kuptoja pak rrjedhën normale të bisedës. U fol për vera, u fol për nuk e di unë, me modesti nuk flas dot për nuk e njoh enotekën, nuk di të flas dot tani cilësi e verës, lloji i verës, procedura ruajtjes së verës. Ne do flasim për ide apo se më shumë nëse flasim për individ, unë jam dakord që kushdo që të iki nuk ka asnjëri të pazëvendësueshëm.
Ikën Rama, ikën Berisha, ikën kushdo, nuk ka. Ikën Dumani, vjen Braho, ikën Braho, vjen kushdo Sotiri, që unoroj të vi. Pra ka shumë gjëra që ne mund t'i themi, po unë dua të dalim pak nga aspekti individit. Ndalemi pak te fenomeni. Pra fenomeni kush është? Nëse ne themi që Rama është individ, unë nuk them që Rama në politikë është individ. Nëse ne themi që Berisha është individ, unë nuk e pranoj dot që Berisha është individ. Këta janë fenomene, janë më të gjerë. Janë njerëz të cilët i kanë dhënë formën e tyre. Njëri Parti Socialiste që mori ndryshe dhe ka kthyer në të ndryshme nga ajo që mori, dhe Berisha i cili ka dhënë shëmbulltyrën e tij personale. Pra nuk kemi të bëjmë me individ, kemi të bëjmë me teza, kemi të bëjmë me fenomen, kemi të bëjmë me ideologji, po doni ju. Se Berisha në thelb për mua është ideologji, pavarësisht se për mua është një ideologji midis të majtës ekstreme dhe të djathtas ekstreme. Po asnjëherë nuk është në qendër. Ndërsa Rama është më shumë anon te djatha sesa anon te majta. Por në retorik nuk është ekstrem. Po ky është tjetër diskutim. Tani unë dua t'i kthem pak asaj që nisëm, se nuk folëm pak. Do të flas për politikë, aty jemi. Sa i takon të korruptuarve duhet të hetohen. Ato që kanë dalë në media janë shumë të rënda. Nëse ato faktohen që kanë ndodhur dhe në terren, pra korrupsioni në akshe etj, nuk ka diskutim fare dhe nuk ja vlen të humbasim kohën. Të gjithë duhet përballen me ligjin. Kush ka vjedhur edhe 1 cent të taksave të shqiptarëve, duhet përballet me ligjin dhe mbaroi ky diskutim. Unë do të them në pjesa politike. Se penalisht jemi. Gjyqe këto nuk i bëj dot, nuk e njoh as procedurën kaq mirë dhe besoj edhe njerëzit nuk e kuptojnë kaq mirë. Pavarësisht se ka shumë avokat që kanë marrë shkollën në Shqipëri dhe ka me tonelata, edhe gazetar ka shumë, me qira fjala. Por duhet të them pak tek ajo te politika. Ka disa miq ose disa element ose disa komponent nëse doni ju që mund ta rrëzojnë në Ramën. Se pse kthem në një të gjykata kushtetuese. E para është opozita. Pra, e vetmja gjë që ligjërisht, moralisht, praktikisht mund ta rrëzojë një qeveri, e jo Ramën, po një qeveri në çdo vend të botës është opozita. Po, s'ka tjetër. Tani vet duke marrë atë që thanë dhe kolegët, që kjo opozitë nuk e rrëzon dot Ramën. Edhe pse unë mendoj që 1% sado të vogël e ka dhe asnjëherë nuk i dihet. Në politikë situata mund të shkojë shumë shpejt. Pra nuk jam te fataliteti i Nardit me opozitën. Nuk jam kaq negativ me opozitën, sa ç'është ai. Por ka 1%, por është 1% e ulët. Por është aty. Është rreziku i dytë, i cili janë lëvizjet e reja politike. Qartazi kemi Lapajn, u bë gati 2 javë. Edhe Shqipëria ka 0.01% shanse që të fitojë botrorin 2026. Po e ka. Kemi Lapajn, kemi edhe partitë të tjera. Ka filluar Lapaj, ka 2 javë, nuk ndodhi më shumë se 500 veta në protestën e fundit. Shumë respekt, qëndrueshmëri, ka këmbguljet e tjera, por me 500 veta nuk e shtyn dot një ekzekutiv, një qeveri që t'japi dorëheqjen. Dhe komponenti i tretë, dhe këtu te partitë e reja fut televizje qytetare që ne nuk e shikojmë që po kanalizohet, përveç se në Facebook, nuk po kanalizohet ta asnjë nga këto elemente që citova pak më lart. Dhe elementi i tretë kush ishte? Ose ne nuk e dinim që ekzistonte. Ishte drejtësia. Por si mekanizmi? Ishte pezullimi. Pra, një mekanizëm që mund ta pezullonte, mund ta rrëzonte Ramën. Dhe në momentin që mund ta godiste politikisht, ligjërisht, gjitha, ishte vetëm pjesa që ka të bëjë me pezullimin. Dhe një fitore e mundshme, se unë nuk e di, e mundshme e Ramës në datën 22 jep atij qetësinë dhe jep dhe kohën e nevojshme për të parë si do orientohet situata, për të parë ndoshta edhe ç'plane ka Spakore. Po për ndoshta për të ulur dhe me Berishën për të hequr, jo për të shkrirë Spakun, sepse Spaku nuk shkrihet. Po në favor të kujt? Por kush është diskutimi? Spaku godinë politike. Jo, kush është diskutimi? Se Berishën e ka të procedurë. Jo, kush është diskutimi? Por më fal edhe një herë, nëse Spaku dyshojmë pjesën e shpërdorimit të detyrës. Jo, më se dua ta them edhe këtë. Dhe ajo që mund të ndryshoj, ajo që mund të ndryshoj te Spak është folur ka kohë, heqja e pjesës që ka të bëjë me shpërdorimin e detyrës. Dakor, tash dhe ky është elementi që ka diskutim me te juristët. Po, marrësi 30 pjesa këtu. Se duhet ta bëj analizën. Ta anos Spakun si entitet politik me idenë që duke marrë shembull sigurimin e masës që ka të bëjë me pezullimin, do ishte e besueshme në qoftë se opozita do ishte pro Spakut. Pra për shembull nëse sot Berisha do kishte diskutuar të dikushme që erojnë tani janë prokurorët që po përballen me ligësinë me këtë. Problemi është që Berisha vetë janë atemon si organizatë kriminale.
E ka thënë më, Altin to prit. Sa fundi e ka kthyer në fakt po. Nuk e ka kthyer, i thot prokurorët, nuk thot SPAK, thot vazhdon të jetë skapi i partisë. Tash nuk e ka dyshuar. Të shtunën ishte ndryshe, po unë duhet ta kisha bërë gati. Dakor, nuk ishte është zbutet toni më, po për sa kohë që Berisha nuk e ka të përfunduar procedimin harrohet që të shprehet pro SPAK. Jo, puna është tek nuancat e komunikimit të tyre për të parë çfarë po ndodh. Madje ka bërë dhe provokime, ka thënë ta mendojmë në 2028-ën, tha, kur të vi puna për mandatet e prokurorëve që janë në këtë institucion, pa që të mund të shtyhen ose jo, ta mendojmë, tha. Kaq ka thënë Berisha s'ka thënë vazhdon të jetë skapi, e ke në status. Para 4 ditë që ka thënë. Skapi partisë. Por gjithsesi, këto ishin një rrezik. Nëse mund, pastaj nëse do ndërtojmë një narrativë ose konvergjencë pa besueshme, që themi SPAK-u po punon që agron shajt vin pushtet, ose Adriatik Lapajt vin pushtet, pastaj kjo është, hajtë themi, prallat edhe mitet e Mitrush Kutelit. Sot SPAK-u nuk ka as interes politik. Fara, sepse për interesi politik do ishte nëse do ishte diferencë ngushtë, nëse do ishte partneri para nga ndërkombëtarët, Sali Berisha ose çdo Sali tjetër që mund të ishte aty, edhe të krijojë kjo bindje që një strukturë e drejtësisë po vepron si entitet i posaçëm për të suportuar një subjekt politik. Do ishte dakord, brillante, teza arbrit. Në këto kushte. Po kam përshtypjen se ti nuk e dëgjove mirë fare se çfarë thash. Sekond ti, po unë të kam dëgjuar me shumë vëmendje. Fare. Po u thash kush janë rreziqet që e rrëzojnë, jo që SPAK ka gjën politike. Ose që punon pra Gronsheajn. Në asnjë moment. Nëse e zëm se ti ke qenë ide se marrë e pezullimit, ka qenë iniciativë politike. Ne kemi thënë para një javë bashkë më. Po se thash më që është iniciativë politike. Po se thash më. Ka shkirë, falja ka thënë, ka shkirë kompetencën e strukturës. Na vjen të gjallë. Po, nëse kërkoj për Dramën. Po, nuk thash që shërben, po më fal. Kujt i shërben? Po se thash. Kujt? Orë 23. Kujt i shërben? Po se thashun. Dëgjoj tani, se mban. Nëse kërkon prej Dramës pezullim, kujt i shërben SPAK? Dëgjoj. Se kam përshtypjen. Nëse SPAK-u kërkon pezullimin e Dramës së Kam përshtypjen se ti shumë i ngatron. Kujt i shërben? Unë nuk e di kujt i shërben. Po unë në asnjë moment unë nuk besoj që i shërben opozitës. Ora pa marrë mu të shërben SPAK-u. Kujt i shërben që se politikës tani dëgjoj. Unë nuk besoj, po ta them edhe një herë, në asnjë moment. Po se kam një bëhet do të kryeministër, se kam Dumani. Nuk e kam një përgjigje dëgjoj. Është si të them ty. Bravo, vetë nuk bëhet kryeministër. Si të them ty, si në seksi ëngjëve. Nuk e kam një përgjigje për këtë më zotëri. Po se e ke ngritur tezën e dyshimit. Ore Leonard, a ka thënë që po ndryn me masën e pezullimit Brita Ballukut. Na ka thënë se kur nesër kërkojnë pezullimin e Tiranës. Dhe i than pushka tupi bë, shala e bën. Vetë ata do të kam thënë këtë. Jo, më jo, se dikon bën interes ta skoj. Nuk kam thënë që po bën interes të ndikujt më zotëri. Po kujt e bën më? Po se di që bën interes publik. Ku e ke kundërshtim? Nuk ta them dot këtë gjë publik. Po dakor, ti thua atë. Interesit publik. Ti thua atë. Është them okay, dakor, po se ka shkuar kundër masës. Po se kam thënë një për Gronsheajn ose për Lapajn. Nuk kam thënë që po bën për opozitën. E kam thënë atë pjesë më zotëri, po s'kam thënë të tjerën që thua ti. Po gjatë janë në funksion të diçka e madhe. Po unë se di, ndoshta ata kanë marrë super. Unë kam thënë tjetër gjë, meqense më citova. Më citoj të plot. Ndoshta unë kam thënë këtë gjë. Mos ata kanë marrë super gjio, siç e tha edhe sot Dumani, tha mbështetja më e madhe, tha, ka qenë nga opinioni publik dhe ka qenë, tha, motivimi jon kryesor. Tani unë po t'jem psikolog e lexoj them ky e merr hovin nga turmat apo të kthehemi një çike sun. Por politikisht e kam thënë këtë. Okej. Pranoj që ke gabim. E keni të dy. Se do ti the, po. Do të thosh atë unë po. A ka mundësi të bëj një pyetje? Po thosh po për vete. A ka mundësi? Po. Zoti Varaku mund të ma bëni pyetjen. Në 17 dhjetor kontrolloj se unë më mend më ke ftuar te studioja jote 2023 ku te ky reporti. Debatin që kemi bërë me kënaqësi po. Po, debatin që kemi bërë bashkë dhe ti qëndroje fort tezës se ti ke qenë ta debatosh me mua edhe kur je në fushën e moderimit. Un kam variantin hebre që dhe një argument po e ke pro, lufto për atë argument. Po, më ngjo pra. Dhe ti ke thënë atëherë në debat me mua që SPAK-u ka bërë shumë mirë në raport me zotin Berisha, parlamenti duhet i heqin imunitetin zotit Berisha. Në datën 18 del Bledi Çuçi aso kohë kryetari i grupit parlamentar dhe tha ne kemi një standarda, edhe kur na vjen tek ne dhe kur na vjen tek komshiu, japim imunitetin. Tani un po shoh një arbër tjetër ku vjen puna tek Bledi Balluku. Tani zoti Varaku të lutem. Çfarë thash unë?
Se të djathi që i ka ikë fare. Çfarë thash unë për zonjën Balluku? Ti hiqet apo imuniteti? Të lutem, çfarë thash tani? O ju zgjoni fare më keq. Hiq imuniteti the. Por duhet të presim gjykatë kushtetuese. Jo, më do Rama tha. Pa të Rama tha unë lezoj kryeministrin më zotri. Ore ti lexon. Ti ç'a mendon? Jo kryeministri. Po ta thash më mendimin ky është. Po hiqe por. Ta thash edhe një herë. Është parimi, unë mbaj parimin, sepse parimi të mban gjatë në këtë zanat. Okej. Miku im. Po. Dhe mua parimi më ka mbaj gjatë, besoj do mbaj gjatë. Okej. Që nëse kam qenë dakord që të hiqet imuniteti cili do politikan që ka akuza për korrupsion, nuk kam pse them rastin konkret mos i hiqet. Kam qenë dhe jam kritik për pezullimin. Jam ende kritik. Do jem ende kritik. Sepse si njëri që ka mbaruar shkenca politike dhe di shumë mirë çfarë do thot pjesa ndarjes së pushteteve etj, kjo më duket si një lloj ndërhyrje edhe mua dhe si qytetar, unë nuk e fsheh fare more. Si qytetar mua kjo më ka shqetësuar në aspektin parimor gjithmonë, sepse nuk mundet një pushtet të ndryhet një pushtet tjetër. Domethënë më mirë ndërsa pjesa më mirë ta futin në burg se sa pezulloj thua. Është e rrezikshme. Arrestoje zotri, po. Po njerëz të rrezikshëm po. Patjetër, po pezullimi është tjetër gjë. Është instrument, nuk është instrument. Parimi miku im të çon larg. Atë unë s'kam për ta lëshuar asnjëherë. E ke bas publik. Vetëm se kjo puna, se ja. Ti kujdestim me opozitën se e lëshon dhe e kapën. Arbër, se ja them dhe avokatit se SPAK nuk është instrument poetik, as romantik. SPAK është instrument i përgjakshëm edhe shumë i dhimbshëm. Deri kemi pasur shqetësimin që SPAK-u do shkojë te kryeministri, tash kur afrohet kryeministrit i bëj ka marr super xhiro. Unë kështu e kuptova me parimin e reduksionizmit. Mos ja bëj. Mos ja bëj. Ja mund të shkitar politikën. Jo, këta s'u kanë dhënë fare mua pas ka problem. Jo, Marsit, goditja e Ergysa Gasit. Mos ja bëj. Jo, më të përgjigjem. Jo, këtë thot dhe kryeministri. Po jo, goditja e Ergysa Gasit të paktën para disa emisionesh kemi folur për një personazh të ngjashëm në Itali në kohën kur ndodhi e famshme Maxi Proces. Bëhet fjalë pikërisht për personazhin që quhet Giuseppe Calò ose Pippo Calò, që ka qenë një nga bossët e familjeve mafioze, njëri me lidhje fuqishme politike, dhe aty sa kishte lidhje politike me lozhën masonike P2, me demokracinë kristiane, kishte lidhje me botën e krimit, bëhet fjalë për Cosa Nostrën, Draghetën, Camorrën edhe gjithashtu të famshme që quhej Banda e Mañanas ose La Banda de la Mañana, që janë bërë filma pafund. Romanzo Criminale për shembull është një nga filmat që janë bërë për këtë gjë dhe për këtë lloj bande. Ky ishte njeriu Redi, i cili lidhte interesat e botës kriminale me interesat e botës politike dhe me bankat e Vatikanit, që i ngjan pak a shumë koordinimit që bën Ergysa Gasi midis grupeve kriminale, midis interesave politike për vota, interesave të grupeve për legalizimin e parave, për leje ndërtimi dhe për interesa edhe të tjera që përfshin infrastrukturën shtetërore, gjë e cila duke sugjestionuar secili nga palët, sepse ai krijonte pushtetin për të vendosur dhe vetë aksesin politik në institucione të caktuara, siç ishte tek Akshi, tek ASHK-ja etj. Si ndodhte kjo skemë? Kjo skemë ndodhte sepse kryeministri Edi Rama i premtonte rezultatet politike dhe pritshmëritë politike, sepse gjithmonë politika do vota në fund ditës. Ajo qëllimi i politikës është që të krijojë pushtetin e votave dhe të parave. Pra do të sigurohet në vota dhe të sigurohet para se do bëhet fushata. Ndërkohë nga ana tjetër, operatorët kriminal që i mundsojnë të dyja kërkojnë benefitet një nga ana e tendrave, e lejeve ndërtimit dhe infrastrukturës shtetërore dhe dy pa prekshmërinë e tyre, i cili garantohet në emërimin e drejtorëve të policisë në zona ose në rrethet caktuara. Këto gjëra negocionte Ergysa Gasi, njësoj siç dikur Giuseppe Calò negocionte parat që investoheshin në bankën e Vatikanit, nga grupet kriminale të cilat vinin nga trafiku drogës dhe nga interesat të tjera, para të cilat më pas mbaj shteti italian, i funksiononte nëpërmjet tyre dhe paguheshin funksionarë të lartë. Çfarë ndodhi me këtë Giuseppe Calò apo Pippo Calò? Giuseppe Calò ose Pippo Calò. U bë i penduar madje për shkak të gjithë kontakteve dhe linjave dhe lidhjeve që kishte, thuaj që Pippo Calò nëse do flasë thjesht fjalën mirëmëngjes në një prokurori, do i gjeni të varur në qelin e tij ose të vdekur. Dhe shembulli ishte Giovanni Pisciotta, i cili ka qenë miku i ngushtë i banditit Salvatore Giuliano, dhe flitet që është njeriu që e futin kurth, që është bërë dhe filmi për Giuliano Salvadoren, banditi i madh. E njëjta gjë dhe ai u elmua në burg nga një kafe. Flitet që e kanë bërë shërbimet sekrete dhe flitet që nëse Giuseppe Calò do fliste dhe do i tregonte ato që dinte, arrite deri aty sa të binte një Banka e Vatikanit, që është një nga institucionet më të fuqishme në botë për vetë
aksesin që kanë në pasuritë e paluajtshme, sepse dihet, besoj, që çdo lloj ndërtese që i përket kishës katolike në botë, dhe që administrohet dhe që e ka varësinë dhe hierarkinë nga kisha e Vatikanit, përfshihet edhe si aseti i bankës. Prandaj ka aksesin më të madh dhe pasuritë më të mëdha të paluajtshme në botë, sepse ka seritë e kishave. E dyta, ajo që mund të them është që Giuseppe Calò ishte i përfshirë mbi përfaqësimin e interesave të botës krimit. Në atë kohë ka qenë familjet e Stefano Bondates, Inzerilos, Tommaso Buscetës, madje edhe për karrierën e Vito Ciancimino, si ishte kryebashkiaku i madh që dha bumin e leve ndërtimit në kohën e Totorinës. Po dhe Totorinës gjithashtu. Kështu që situatat edhe është vërtet njësoj si që Ergyll Sagasi ka ndruar bosët e tij, pra që dikur i ka shërbyer Ilir Metës dhe ka qenë një nga njerëzit më të afërt, sot ishte në krahët e Tiranës, edhe Giuseppe Calò nga familjet e vjetra, se më përmendë Totorinën, që ishin Bontate, Inzerilo, të cilët u eliminuan nga grupi Corleonesëve, kaloi në bashkëpunim me Totorinën dhe me Bernardo Provenzano. Pra ishte njëri që gjithmonë funksiononte në varësi të interesave të reja kriminale. Po pse? Kush ishte fuqia e tij? Sepse gjithmonë dihet që kush duket një enturazh, do mos botë kriminale ikin on blok. Sepse lidhjet që kishte Giuseppe Calò ose Pippo Calò me strukturën e shtetit, shërbimet sekrete, Bankën e Vatikanit, Bandën e Manjanës dhe sidomos me lozhën masonike P2, nuk kishte se kush ti plotësonte si boshlik nëse do zvendçojë si personazh, dhe mos harroni. Lozha masonike P2 në atë kohë, në cilën ka qenë pjesë e saj dhe Silvio Berlusconi që më vonë u bë kryeminist, ishte një lozhë e cila kishte gati të gjithë elitën e re politike, që do ishte elita e re në kuptimin, këta ishin njerëz shumë të suksesshëm në profesionet e veta, kishte avokat, bankier, biznesmen, nëse sepse gjithë strategjinë atë kohë, pra kjo strategji e krimit, bëhej që të izoloheshin pjesët politike, siç ishte Partia Komuniste, se ka qenë koha e luftës tonë. Dhe nëse larg qoftë thoshin ata ndodh që Partia Komuniste të fitojë pushtetin, se mund ta ndodhte, lozha masonike P2 ishte lozha që do bënte push shtetit dhe do merrte qeverinë e re pasaj në dorë që të rrëzoi Partia Komuniste. Pra, e shikoni se çfarë strukturash kanë qenë të lidhura fort në atë kohë. Okej, ka qenë kuadrë të një interesi geopolitik të madh që këta lejoheshin të operojnë. Absolutisht. Çfarë do të thotë goditja e një personazhi të tillë? Çfarë do të prodhojë dhe çfarë prodhoi në Itali për analogji? Për analogji në Itali prodhoi rënien e gjithë elitës vjetër politike. Por në Itali, për të dhënë edhe një favor arbrit, është e vërtetë që Di Pietro tentoi të futej politikës, por nuk bënte pra të punë. Dhe madje doli personazh goxha i diskredituar në kuptimin e nëse Dumani, kështu që po u bë qesharak. Problemi është që këtu ka nuk e kanë. Dumani ka shprehur nuk kam interesa për të bërë lider politik ose për të futur politikës. E ka thënë në intervistat që i ka dhënë një herë në vit tek Alban Dudushi, edhe ka thënë tek Alba Alishani, nuk kam interes, ka thënë, për të futur politikës. Madje ka shprehur kërcimin për ta vazhduar të Di Pietro kishte bërë një intervistë Pula. Jemi te një moment i rëndësishëm. Kishte bërë një intervistë para javën e kaluar Di Pietros edhe po rriste Pula, ishte bërë fermer, realisht. Rriste Pula, rriste Viça në fshat në Itali. Dakor, më po, besoj. Pas një lloj rreziku, madje tha dhe po kishte shpinë e gjithë. Jo, po, Arber, desha të rria pak të çfarë do të thotë goditja, kush ka qenë suporti kryesor i Di Pietros? Të dira amerikanët ishin. Se ka thënë Kraksi. Benito Kraksi ka thënë që të gjithë ata edhe atje amerikanët ishin që vinin dëshmonin në gjyqe, sidomos në gjyqet politike për korrupsionin e madh të Manipulitit të Argentopolit, flitet që gjatë ditës takonin përfaqësues të ambasadës amerikane dhe nga mbas takimeve vinin me dosje me vete. Po në çdo vend është Amerika more, pse bëhet kaq por diskutimi naiv tani. Është dukur rastësi, për shembull një fakt tjetër. Maxi procesi, po 1800 penduar, si ndodhen ata? Mendon se ndodh kjo gjë pa ndihmën e strukturës pa një fuqi më të madhe. Po Arber. Kush është diskutimi në rastin konkret? Diskutimi në Shqipëri është që apo te i kalohen, pjesa që ka të bëj me kuadrin ligjor nga drejtësia e re. A janë antidemokratike, tha kryeministri. Po, unë s'po i hyj asaj që thot kryeministri, po bëj interpretimin tim. Po. Te rasti i zotit Meta, mund të më thot ndonjëri nga jush i ishte drejt apo jo, kemi 2 juristë në tavolinë. Pra mënyra si u trajtua izolimin. Po kush ishte prej iniciatorëve? Jo, po pyes. Kush ishte, kush e kërkoi? Po pyes, më le atë, po pyes. A është drejt ajo që ndodhi, si ndodhi dhe edhe ky izolim, është i drejt apo jo? Te zoti Veliaj, është i drejt apo jo? Biznes si jurist, qofse jo si politikan. Pavarësisht se ju e keni kostumin e keni të juristit, po këmishën e keni të politikanit, që të dy.
Por gjithsesi, ja bëj pyetje. Mund ma thoni, më jepni do përgjigje në rastin konkret? Po duash ta jap. Po e dua, edhe për metën dhe për Velia. Po mos humbim kohë shumë. Po e dua me një fjali, se s'ka kohë shumë. Se do dalim te PD-ja pak se te protesta avokat. Në qoftë se flasim me dorën e ligjit, për raste analoge duhet të veprosh në mënyrë analoge. Që do të thotë që në qoftë se është gabuar me Erion Velien, o të zbëja të gabim, apo me Ilir Metën... Jo, më po pyes, po me përgjigje. Po përgjigje po thua. Nëse, ore, ka pati në një shkelje në mënyrë si u arrestuan e tjerë? Po prit pra, ta them. Ka pasur, po, ti e do po jo. Po jo, po, ka pasur. Faleminderit. Ka pasur, po pyetja që ngre unë pas kësaj është, a do duhet domethënë tani... Po mos e bëj si Arbri, se tani po bëhet si Arbri, e kupton? O avokat, protestën si e pe, si e shikon Partinë Demokratike, a do arri Partia Demokratike, le të themi, të mobilizoj qytetarët përballë këtij që konsiderohet skandali i jashtëzakonshëm për opozitën. Ore, unë e kam bindje, le të më shajnë sa të duan, le të mos bëjnë dakord asnjëri me mua, sa të jetë Sali Berisha aty, Edi Rama do qeveris i qetë. I vetmi person ose e vetmja strukturë që mund t'i prishin Terezin Edi Ramës është SPAK-u. Në mënyrë demokratike a antidemokratike, ne këtu të gjithë kemi rënë dakord që mënyra se si u ndërtua SPAK-u, mënyra se si u vesh nga ana juridike, e bën atë një institucion special dhe jo normal. Dhe si e till, ai do veprojë në mënyrë speciale, sepse në unë e Marsidi kemi një 6 vjet që themi, ore, duhet ta shkrini, duhet ta heqin fare Neni 42 nga ligji i SPAK-ut. Neni 42 për ata që 42 kush është? SPAK-u, një prokuror i SPAK-u ka të drejtë domethënë të përgjojë edhe gjyqtarin e gjykatës kushtetuese. Çdo gjyqtar. Çdo gjyqtar, kur përgjon gjyqtarin, ne këtu të katër s'na ka llogari fare. Pra, e kuptoni, jemi te një prokurori në mënyrë eksplicit. Duhet ta verifikoj këtë, po te Edgar Hoover, Edgar Hoover përgjonte edhe presidentin amerikan, po Edgar Hoover ishte FBI, më shoku i FBI, pra. Në këtë tjetër Edgar Hoover ishte edhe miku i Frankie Costello, bosit të familjeve mafioze, i cili jepte edhe garat e kuajve kush do fitonte nga kuajt, edhe ky ndihmonte me suport ndaj. Byroja federale, dhe CIA është tjetër gjë nga SPAK-u më. Byroja federale do mos do shmishin një prokuror më. Ishin oficer policie gjyqësore ata, ishin policë ata, ishin agent. Këta janë të veshur me vesturë ligjore, drejtësisë, mos zotri. Tani, këta njerëz tani në një shtet normal do konsideroshin anormal. Nëse kjo që pam sot hapet në çdo qytet të Shqipërisë. Pra, nëse Rama vazhdon të insistoj me faktin që nuk do ta dorëzoj Ballukun, dhe Partia Demokratike arrin që të mobilizojë në çdo qytet pak a shumë ta paralizojë, le të themi, jetën, jo vetëm jetën politike, por edhe jetën normale ta bëjë të vështirë, si e parashikon si skenar këtë? Do të arrijë Partia Demokratike ta bëjë spari, së dyti nëse ja del në ku po shkojnë? Ore, Redi, ëndrat pa lek janë urbur. Se ta ja ndrosh këtë që këtu nga Velmoshin Konispol do paralizohet vendi, këtu do ketë fryme, bla bla bla, historia të tilla. Ka arsye për ta bërë këtë, po thua? Ka 1001 arsye, po jo për këta njerëz. Jo për të vënë dhe një herë si kryeministër Sali Berishën dhe si ministër të brendshëm Nul Nokën o burr. Qose të jemi te kjo tezë, pra ta heqim këtë qeverisje super të korruptuar dhe të sillim këta 2, 3, 4, 15 njerëz të cilët drejtojnë sot opozitën, që t'i vëmë në krye të shtetit, tha qor për qor e kam në obor. Po unë për të keq kam ato, më kam të keqin aty. Ç'm duhet më të marr një të keq tjetër? Qëse është çështje zgjedhje kjo histori. Kjo është. Tani ti mendon domethënë që këtu do duhet të ndodhin kataklizmoja. Jo, unë mendoj që... Kurse unë mendoj domethënë që këtu nuk po ndodh asnjë gjë, thjesht po i jepet si puna asaj penicilinës, po i jepet feedback sa të pak, fjalë e vërtetë, po i jepet sa të pak Berishës e leadershipit vetëm. Se këta ta kanë thënë 1 milion herë, kanë vetëm një synim, të mbajnë ekskluzivitetin e opozitarizmit. Dhe këtu nuk ka për të ndodhur, nuk bim bari për të kësaj më, se kanë tharë. Kanë jo sot, jo dje, ka 20 vjet që e kanë thënë, nuk bin një parti tjetër politike. Edhe nëse do del me një kandidat tjetër për kryeministër, fjala vjen. Ti mendon që e pranon Berisha gjë të tillë? Po për Bashkinë e Tiranës e pranoi.
Ore, mos, po i ke tani naivi në buridhe tani se... Po nuk do të kjo gjë, kjo... Si jam dakord me këtë gjë. Mirë, ne mos i dakord. Ta mbyll unë dhe pastaj mos i dakord. Ja, si jam dakord. Këtu do jetë, nëse këtu do bëhet i njëjti skenar siç u bë në Rumani, pra, skenari rumun, i cili ai spaku rumun, po them unë. Analogu i prokurorisë atij. E shkriu gjithë kastën e vjetër, po gjithë. I futin burg mo. Me president, me kryeminist, dhe në fund madje edhe kryetare e spakut shkoi dhe ajo në burg. Dhe ati me bekimin e amerikanëve, nëse do ndodhin kjo, po jam dakord se do dalin një klasë e re politike. Cila do qoftë ajo? Po kjo këtu, për mendimin tim, nuk ndodh. Nëse spak fjala vjen në vendimin merat bërn atë që bëri në Rumani, pse shikon këtë si... Inshallah mendo, madje javën e kaluar ka qenë një deklaratë shumë e fortë që e nxorën mediat botërore e Trumpit që tha për Ballkanin Perëndimor, synimi jonë për 2026 është luftë e hapur korrupsionit dhe qeveria të lidhur me korrupsionin. Tani kushdo që ta lexoj këtë, e lexon o zotëri nderuar. Për 2026 për eksplicit për Ballkanin Perëndimor. Në qoftë se do jetë kështu, dhe unë po them domethënë atëherë që ka një target real për të zbërë politikën e vjetër që ka mbërthyer këtë vend për 30 vite. Nëse nuk është kështu, 45 vjet mbajti me Enver Hoxhën, 45 vjet do mbaj me Edi Ramën, dhe Sali Berisha sa të ketë jetë, nuk lëviz që aty. Po, ani, ti themi disa argumente. Në fund të ditës, pavarësisht asaj që thot Nardi, edhe unë e kam si testimin, por nuk hyt ata njerëz që jam radikal dhe absolut me opozitën. Pra ne nuk mund të themi në asnjë moment që sa kohë të jetë Berisha në mënyrë kategorike djatha nuk ka asnjë shans. Këtë nuk e themi do, sepse janë një sër faktorësh dhe aktorësh që mund të japin ndikimin e tyre që mund të vijë përsëri Berisha në pushtet. Pra nuk ka në politik vetëm Zoti është absolut, vetëm Perëndia është absolute. Nuk ka në politik gjëra absolute, që sa të jetë kjo nuk bëhet, sa të jetë ai bëhet, sa të jetë. Mua më kujtohet, po, mund të vi sa gjasa ka të do, ne flasim për probabilitet. Mua më kujtohet, po jo probabiliteti 40% që ka opozita, 38% nuk është probabilitet me 5%. Dakor? Është 38% probabiliteti. Dhe mos harroni një gjë, në zgjedhjet e kaluara parlamentare, diferenca ka qenë me 100 sa mijë vota, nuk ka qenë diferencë 150.000 vota ka qenë, nuk ka qenë diferencë e frikshme. Flas gjithë kampi opozitar. E qartë. Pra gjithë shporta opozitës me shportën e majorancës nuk kishte një diferencë të frikshme. Pa një 100 sa mijë ka qenë gjithë opozitat. Gjithë opozitat po thotë. Në shumës. Pra që do thotë këtu ka terren. Por diskutimi nuk është vetëm te Zoti Berisha. Diskutimi është vetëm edhe tek qasja që ai ka dhe e gjithë të tjerëve. Tani ne duhet të jemi realistë në një gjë. Sido që të jetë, pavarësisht edhe kritikave që kemi. Partia Demokratike pa Berishën nuk bën dot. Pra edhe sikur të tërhiqet Berisha në këtë moment, ajo është një parti politike e cila do jetë në një agoni shumë më të keqe se sa është me Berishën. Pra, është një parti që provoi Lulzim Bashën 8 vite dhe nuk e bëri dot kryetar. 8 vjet janë shumë, 8 vjet edhe duke i lënë të paktën 50% dorë lirë, se nuk besoj që ka patë më shumë se 50%. Pra 50% dorë të lirë dhe nuk u konsolidua do së kryetar. Ju mendoni që edhe sikur të iki Berisha, edhe sikur të doj, edhe sikur të tërhiqet, pra të vi një figurë e re, mundet do t'ja dalin në një vit, në 2 vjet të krijojë një frym të jashtëzakonshëm një gjë. Pra, sido që të jetë, aty duhet një marrëveshje. Pra aty duhet një pakt i madh, i cili Berisha duhet të jetë presidenti nderi, sa kohë që të jetë. Është e pamundur e forcë politike pa Berishën. Ora i ka dhënë Berisha shëmbëtyrën e tij. Kjo është pyetja që i bën avokatit. Ai vet ka një mundësi ta bëjë. Pra po duhet të heqë gjithë ata që i ka jesmenat rreth vetes. Tani Berisha këtë nuk e bën. Në momentin që ti heq gjithë jesmenat, i bie tikësh dhe vetë, ngeltimi i vjetër dhe ngeltimi keq nga gjithë. Por në fund të ditës ka edhe një problem në këtë mes. Ka një problem shumë të madh. Dhe unë këtu e kam me gjithë të rinjtë të Partisë Demokratike, edhe me mikun tim Nardi. Më falë më zotëri, a i ka marrë votat apo jo? Si mund t'i thuash dikuj që merr vota, ikti se duhet vi dikush? Po ikë shumë abstrakte. Si të mos i thot më, a i humbi zgjedhjet Berisha. Jemi duke folur në abstraksion. Organizohu, ja më zotëri, organizohu, largohem më zotëri. Organizohu, më dilë më të Saljani, se kam pa njerë të Saljani. Dilë më organizohu me Saljanin, dilë më synoj vetë. Dilë më bën një grup me dishepuj, bën një grup me njerëz që të ndjekin. Ora foli këto, shiko se ka një gjë. Ti thua tjetri tik, është gjë më thjesht në botë.
Ik, po nuk është diskutimi ik. Diskutimi çfarë bën ti që ta largosh atë njerëz mos zotri. Sepse nuk mjafton të bësh kritika. Ora aksioni jot si demokrat, nuk po them rastin konkret. Po kush është deputetët janë të gjithë të rreshtuar, gati 90% janë pro. Këshilli kombëtar janë pro. Kryesia janë 90% pro. Po tani më fal, ai na dëgjon në studio që i themi ne ik, ndërkohë kthen kokën anë tjetër thonë gjithë, rri merr dhe ditë nga jetët tona. Tani si mund të iki? Ne nuk i themi. Nuk funksionon kështu. Po Nenin Basha që ke. Po se tash nuk funksionon kështu. Unë jam kritik ore. Unë jam më shumë kritik se scenari kur është puna. Tani në fund të ditës nuk ka një të ri që të guxojmë, nuk ka guxim ore. Demokratët kanë frikë. Demokratë të rinj. Mua edhe kjo më shqetëson mua. Ore kanë frikë si do mundësh ti Ramën pa mundur Berishën. Sfida e parë që kanë demokratët e kanë me Berishën, pastaj kanë me Ramën. Tani këta thonë, do mundin Ramën, pastaj do mundin Berishën. Do shkojmë aty. Marsit, i bëra një pyetje shumë interesante. Unë s'jam fare dakord me ty, po s'më drejtën e fjalës vazhdo. Do të flasim për Zoti Varaku nuk jemi diktaturë. Do të hapësh fjalën se po e kthen diktaturë me nikun tituar. Duhet të futemi te debati i brendshëm i Partisë Demokratike. Duhet të rritë skenari se me diktaturë. Opozita s'po e kapitalizon dot Marsit. Çfarë po bën aktualist Sali Berisha dhe çfarë pritet të bëj nëse fjala vjen SPAK vazhdon me goditjen e tij fundore deri në fund, qoftë deri te kryeministri dhe opozita vazhdon të mbetet ajo që është non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sali Berisha do që edhe mishit piqet edhe illi mos digjet, sot që flasim. Pra do që edhe të ketë procedime, po nuk do që t'i bëj SPAK-u. Dhe që të legjitimohet që SPAK-u vepron drejt dhe në zbatimin dhe garantim të ligjit. E ka problem, edhe gjithmonë i ka pas Berisha këto paradokset. Që këte e cilëson skap, pasaj këte i mbështet procedimet penale ndaj bashkëpunëtorëve të Edi Ramës, vetëm se ç'a ndodh. Kur afrohen Edi Ramës thotë që është Edi Rama, kur t'jeni të bindur nesër kur shkojnë te Edi Rama do thotë që do shkojnë George Soros në bankën e të akuzuarve se nuk është Rama. Siç thotë sot për Belinda Ballukun, siç ka thënë dikur për Jon Velin Arben Ahmetaj, që nga armiq i bënte të njerëz të përdorur, nesër do thotë një gjë për Edi Ramën. Po çfarë do ndodhë? E ka pra Lex Sorosi do thotë, më nuk e ka fajin nuk ky ka qenë vegël do thotë. Edhe ne nuk naqemi derisa Berisha do thotë SPAK-u shkoi ka Lex Sorosi. Po çfarë do bëj SPAK-u nëse dy njerëzit më të fuqishëm në Shqipëri, Rama dhe Berisha, do të jenë, le të themi, problemi i SPAK-ut, ky është problemi i shoqërisë shqiptare dhe elitave politike. Po çfarë do të ndodhë? Në moment që ti nuk konfiguron dot një elitë re politike, dhe dikush është problemi. Problemi është që ata që u prodhuan se elitët politike dolën nga gjiri atyre OJF-ve që prodhuan dhe Ramën. Dakor? Dakor. Themi atë që është e vërteta tash. Ore si do ja bëjmë Marsit? Dakor jam me ty. SPAK po çon thikën deri në kohë. Është epitaf kur e vjetra ka vdekur dhe e reja nuk ka lindur akoma, qeverisin për binçat. Edhe kjo është thelbi asaj që po ndodh sot. Sot nuk po lind e reja, se e vjetra ka vdekur, nuk është legjitime, nuk qëndron. Rasti Berishas, rasti Flamonogës, rasti Dritan Sheut, mund të jesh më deputet, mund të jesh kryetar partie, mund të jesh çfarë dush. Nuk qëndron. Marsit, është njësoj se ti jesh, ti jesh fizikisht i shkurtër, i shëndosh e duash luash rolin në një luftar 2 metrosh. Po ta bëj nuk të mirë ai drejt në protestën. Ti mund të futesh me mik, mund ta lush, po shkon. Se filmi. Si e shikon Argita Berishën duke qenë se është një personazh që tashmë ka dalë në skenë në momentin më të vështirë, Legjitimoj që ti ishte kryetari i Partisë Demokratike. Si ishte kjo? E legjitimoj që ti jetë kryetari i ardhshme Partisë Demokratike. Nëse fjala vjen Berisha negocion. Unë do isha dakord që vetë shkelzej Berisha po të bëhet kryetari i partisë, kam asnjë kundërshtim, Sali Berisha jo. Kam, domethënë jam për çdo që është i ri, por jo zoti Berisha. Dhe unë nuk e shikoj në çudi, edhe po të jetë zonja Argita, edhe po të jetë zoti Shkelzeni, edhe po të jetë zoti Ervin me që ka qef Arbri, edhe po të jetë tjetër. Kushdo që dali mjafton, ta fitoj. Ta marrë dhe suportin e lidës se të vijë. Mund ta bëj këtë negociat Berisha Arbri. Shiko. Unë i qëndroj gjithmonë parimit. Edhe në rast konkret parimin e kam të shenjtë. Po, që do thotë në demokraci është në klapa gjithmonë diktatura e shifrave, e numrave. Që do thotë, mirë apo keq, ky është sistemi që ne duam, dhe ky është sistemi që ne duam të shkojmë. Demokraci 100% e pastër, e kulluar, që do thotë, nëse në Partinë Demokratike bëhet votimi, një antar, një vot, i pastër, i drejtë, numërohen fletë e votimin, fiton Argita Berisha ta gëzoj. Nëse e meriton Leonard Karaj ta gëzoj, Marsit Gupi ta gëzojnë. Tani më fal, ky është parimi, zotri.
Por tani dhe të kritikosh dhe mos ndërmarrim asnjë aksion. Këtë kam për ata që janë elita e re në Partinë Demokratike. Do dalim aty. E kemi aty për shkuar, për mos rrim ke kritika. Për mua, thelbi është ky. Nëse demokratët duan Argita Berishën, ta votojnë. Po Argita është non grata, mos harrojmë, ë? Shiko, edhe Berisha ishte non grata kur i kthye dhe nuk pyeti njerin në PD. Tani ne aty këtu pastaj futet pjesa e ne që jemi të paanshëm. A mjafton që një lider i një partie politike të dalë fitues vetëm me votat e borrit të tij? Ne besojmë qartësisht që nuk mjafton. Por hapi i parë i duhet dashuria e demokratëve për të kaluar më pas te dashuria e shqiptarëve. Avokat. Pra çfarë do bëj Sali Berisha në një kohë kur skena është vendosur, le të themi aktorët kanë veshur mantelet e tyre, është domethënë teatri ka nisur. Perdet janë hapur, loja ka filluar. Ra Rama sonte? Rama nuk ra, po legitimiteti këtij kryeministri me këto goditje që u bën SPAK, bravo. Të mos e themi, është dobësuar, ka rënë shumë. Po, më kujtove Lulin, Manzore Mallin. Nga sot Edi Rama nuk është më kryeministër. Jo mirë. Legitimiteti ka rënë. Legitimiteti kur gjithë bashkëpunëtorët. Shiko, ai Luli që ti e kritikon, ka qenë ai që ka marrë rezultatin më të lartë të opozitës në gjithë këto vite. Po ta mbaroj Arbor se po jo pra tani, se duhet të themi disa gjëra. Shifat miku im. Unë radikali. Ti je armik me Luli, nuk e di pse, po unë ti më bëra armik me gjithë mua burr. Jo, me Berishën po me Berishën nuk je kritik po si armik. Më the që s'jam tani, Je kritik thash armik. Nuk tani çat merre me temën, çat duhet të them ty? Po mirë, se të ai doli bëri foltore, unë dola aty dhe i tha zotri, ja kam thënë live. Jo në televizor me qindra me mira, por dhe live ku në takim i tha zotri, ti do bësh gabimin më të madh nëse kandidon për kryetar PD-je. Tani unë s'do shaj ti me libër shtëpi burr. Po kritik pra. Si kritik mo, i thash duhet të kandidosh. Ky është kaq e ka mundsinë. Kritik qytetare. Ata e votuan, shumë mirë me ta mbajnë. Ti thua që do ta votojmë prap, do ta mbajmë prap, le ta mbajnë mo. S'kemi çfarë bëjmë. Nuk e zgjidh dot unë këtë histori. Vjen po doja në pushtet po themi. Po këtë po flas. Tani nëse ne jemi te kulti i ides që neve na duhet me patjetër Berisha, se po vdiq Berisha aty mbaron PD-ja, unë nuk jam me këtë. Sa ti e gjallë duhet Nardi. Pranoja. Sa ti e gjallë, është s'ka debat se i ka dhënë fizionominë e vet. A ka mundësi ta them një fjali pa më ndërprerë po diskutime kemi se diskutim po 13 herë kemi futur për tani çfarë duhet të ngres zërin që tashu ja. Jo. Mirë, dakor. Teza ime është shumë e thjeshtë, zotëri nderuar. Berisha ka ikur në 2013 në atë kohë, nuk iku asnjë ditë të vetme sepse e ka mbajtur atë parti me hijen e tij duke i qëndruar dhe Lulzim Bashës mbi kokë. Dhe këto janë fakte të qartësuara tashmë, nuk po merremi. Jam dakord. Për mendimin tim, aty sa të jetë Berisha, pra sa të ai të mos dojë që ta lëshoj, aty është e kot që ti të mundohesh të bëhesh si nordik. Këtë mesazh do t'i japi dhe ai, sa ti e mund këtu do negociohet me mua. Por për që PD të vinë pushtet. Jo, pra jo të negocioj, se ti e thua bukur o burr. Nuk negocion Berisha. Berisha i thot duhet të çof aty të shputa e këmbës, edhe kaq. Po unë të kam shah me libër shtëpi, s'ka problem, ai erdhi aty ti. Mos ti tani, ai ka thënë babi Xenit o burr. Babi Xenit, njeriu që i lidhur me Suel Çelën. Sot e ka kryetar grupi parlamentar. I bëj sherë njëri tjetrit. Po. Agron Gjek Markaj, atia Gjeka i famshëm, se s'më del shpirti me ata. Dilte aty dhe thoshte, ja kërkoj Lulin në fillim ndërheqjen, pastaj tha unë that në një parti. Me kryetar Sali Berisha tha unë më iki nga politika. Jo mirë. Këta janë lëpirësit, llapaxhinti them unë. Më të pështirë politik që mund të ekzistojë. Sa ai në jetën e tij mund të bëj çfarë dojë, unë po flas politikisht. Bëjmë një ditë emision këtë, po puna është çfarë po flas Partinë Demokratike. Po sepse ti ngritet tezën se s'dalin ata, ai ngriti tezën se s'dilni ju. Kush do ngrit dalin më valla? Po jo mos kemi në momentin kur ke llapaxhin të këtij tipi, është e pamundur më të vazhdosh. Jo. Ne po themi si do ta zgjidh Berisha. Nuk e zgjidh më. E zgjidhja e vetme është kjo. Berisha po pret që duke qëndruar aty Berisha dhe të tjerë bashkë. Prandaj duan domethënë që ata të sfumojnë, jo të sfumojnë, të vrasin edhe një filis të vogël si mund të ishte Saliani apo cili do.
Doli Saliani me Ilia Ali Mehmeti me Aulon Kalan, e mori dhe Ali Ilirin edhe Aulonin i mori ditën tjetër më burr. Le të dalin të dy. Le të dalin dhe Aulonin të dalin me përgënjeshtroj këtë që po them. Po s'është aftësia e tij, është dobësia e këtyre Monardi. E bukur. Le të dalin. Jo, more, po është dobësia e këtyre. Le të mua Auloni që s'e kanë bërë. S'e kanë takuar Berishën në këtë punë. Këtu e kemi Le të diskutimin. thotë që janë pari morën. Redi. Këtu e kemi ndarë në diskutim. Është dobësia e tyre, më nuk është forca e këtij. Okej, tani vazhdo. Dakor, po ta kishte mbaruar avokati. Ta kishte mbaruar. Ore, nuk janë të dobët. Mos i shaj. Janë realist. Arbri respekton. Janë realist. Po është dobësia e tyre, Po more. të lutem më burr tani. Për mua. O Arber, janë realist më. Po më them, ja po Janë realist. dobësia e tyre, jo forcia e Berishës. Janë realist o Arber. Më keq akoma. Po për dëgjoj pra, janë realist sepse e kuptojnë Si janë idealist. Vazhdo akoma kjo burr. Ore nuk ka heroin më këtu, orti, janë Terezit Kokës apo jo më? Ja, Unë po them domethënë janë realist sepse kuptojnë që të oborri aty mbretjet aty, ta oborri Shqupit. Ose do bëhesh me Berishën, ose ndryshe nuk ke të ardhme fare politike. Këtë e kanë vendosur ata. Tani çfarë ndodh me PD-n avokatë shpytja, nëse Berisha le të themi nuk tërhiqet nga PD-ja dhe s'pak vazhdon. Derisa ta rrëzoj le të themi këtë mazhorancë apo ta çojë vendin zgjedhje para. Ajo që unë mendoj është kështu. Dhe sikur këtu të ndodhin kataklizmoje që mund të ndodhin me kalimin e viteve. Mund të ndodhin në rast se nuk do projektohet ajo që po projektojnë këta të dy, Berisha dhe Rama. Pra ndryshimin e kushtetutës, ndryshimet e reja kushtetute këtu domethënë që të tafusin jetën politike në një vazh tjetër, por përkundrejt xhepit të tyre politik. Pra ata do jenë prapa aty. Se na vin kështu këto pjesë të dosjes. Vetëm në 9 muaj ka fituar 30 miliard lekë tendera kompania e zotit Elgysa Gasi i EI Solush. Në lemo tani se na lodhëm me atë. Berisha ndërkohë kanë zgjerë edhe kantinën e verës. Dhe po të them edhe një tjetër. Ata po presin thjesht domethënë që të jeni aty, në qoftë se do ndodhin, që do iki Rama, qysh ne të jemi aty që të bëjmë dealin ton, të jemi ne në pushtet. Kurse un po them që në qoftë se do vi ajo ditë, të siguroj që aty s'ka përqen as Berisha as Rama. Sepse në qoftë se në këtë vend do bëhet një qeveri teknike, atë qeverinë teknike nuk kanë për ta bërë dot këta të dy, për mendimin tim. Ajo do imponohet në mënyrë të dhunshme nga ata të cilët do ta bëjnë. Pra, do ta bëjnë amerikanët, Amerikanët do ta bëjnë kush do. Po pra, ata do futen dhunshëm dhe ti mos prit që ta bëjnë amerikanët dhe do vënë njerëzit e Berishës apo të Ramës aty. Në rast se do ndodhin, po themi. Dakor, avokat. Sepse unë besoj se do ndodhin kjo. Që Agron Sheja i bëri në ambasadën amerikane që postoi edhe ambasada amerikane. Si e lexon? Po ai ishim te ambasada amerikane, edhe miku im i dashur Myslim Urrizi ka bërë disa herë takime aty dhe me shumë kështu siç e ka, siç ka bërë njëri. Së fundmi s'ka bërë njëri dhe që ambasada amerikane ta publikoi, ky është fakt. Mund të jetë ashtu si thua ti, mund të jetë pa vlerë fare, por 2 orë përpara se sa Ervin Saliani të bënte foltore, po e quaj unë, takimin në Durrës, 2 orë përpara, ka marrë një telefonat nga ambasada amerikane përgëzuese. Po nuk kanë nxjerrë gjë në Facebook ambasada amerikane në mbështetje të Ervin Salianit. Po zotin Sheja ka dalë jo. Për Shejan kanë dalë hapur. Marsit si e shikon, jo, nuk po flas për Shejan. Unë i shkova asaj që thot avokati që nëse skena le themi e vjetër po shëmbet. Ata janë thjesht për elitën e re politike, kaq. Edhe Agron Sheja i shërben si mesazh. Janë kundër enturazhit vjetër politik. Po, kaq është atë. I shërben si mesazh apo mund të jetë nesër protagonist i një qeverie teknike. Mund të jetë më dha jo, po nuk është se e shikojnë si diçka që dhe të force që ndrushme ose që si forcë politike. Po pse s'majtën Lulzim Bashën këta? Po. O pompuan Lulzim Bashën këta amerikanët ose nuk e di më se çka kanë punë. Pse s'majtën? I ka drejt, por nuk qëndron vetëm thjesht e pompimi, ata qëndrojnë te mesazhi. Ata janë thjesht vetëm për kaq. Janë për lëvizje elitash politike. Një vend si Shqipëria me demokraci të brishtë, nuk do më burr. Si do ta zgjidhin normalisht se kjo është, shikoj, e gjithë pyetja e madhe kjo është. Ja pas paku pak vazhdon. Po i godet, mund të bie, domethënë mund të dizintegrohet përse ne flasin gjenet e reja të Partive Demokratike, siç thotë Itaj, të dalin të flasin kundër kryetarëve që të marrin mbështetje. Ora nuk vjen mbështetje ambasada kur ti thu Berisha është i mirë. Çosa Olon Kalaja sa guximi dhe Ervin Saliani, bëri faktore posta që zoti Berisha është përgjegjës për humbje do të iki. S'ka pasur guxim ta thotë. Si të vjen të mbështesë ty, thotë, "Hajt dit ti." Kur ti del dot kundër. Ora çosa nuk kanë kohë,
që shefi më trajton keq, nuk vjen avokati tapi procedim. Sa i mundshëm është skenari i zgjidhjes dhunshme që thot avokati, një qeverie teknike me emrin e një personazhi që gjitha palët do t'i detyrojë të bien dakord siç huan 140. Në këtë kontekst, në këtë situatë që jemi, me gjatë që po ndodhin, është i mundshëm si skenar. Është i mundshëm. Që mund të vijë një kryeministër, po, mbi palët ose me negocimin e palëve me negocimin ndërkombëtar. Uroj që mos jetë një si Abdullah Hoti në precedentin ose rastin e Kosovës. Cili do qoftë po e vendosën ata, zari tyre do jetë më, se po lodhën shkot para të historisë. Po varet, se ka njerëz që dita shfrytëzojnë situatën. Për shembull, Cezari ka qenë marrëveshja me Diskraksit edhe Pompeos. Gjithmonë Altin Dumanin si e shikon marrësitë si mundësi? E ka shprehur vetë që nuk mund të jetë. Por ajo histori ndodh vetëm në rast se Spaku do i kërkojë një akuzë Edi Ramës duke qenë kryeminist. Po, nëse e bën. Ja po shkon drejt kësaj. Nëse vim te ky skenar. Berisha është non grata. Marbrita do i them ke drejtë kërkoj të ndjes pas not kjo. Po nuk do thë ajo më vetë. Arbri përkundër, Arbri paralajmëron që Spaku do t'i hiqen dhëmbët, nuk do ka fshoj më. Jo. Apo jo Arbër, nëse dhëmballte pjekurisë. E kam me ty avokat. Po, si e vjen pjesa e shpërdorimit të detyrës që ka kohë diskutohet. Nuk është se them. Po. E kam dëgjuar në çfarë. Ajo gjë e më e rëndësishme më që për tu hequr më. Nëse ajo do të hiqet, ajo do të ishte hequr. E kam dëgjuar edhe tek demokratët dhe tek socialistët, juristë. A di pse është shpërdorimi i detyrës o Arbër? Po pikërisht për të reatuar prokurorin. Po pikërisht domethënë. Dhe këta duan ose është folur që mund të hiqet. Nuk e di ka. Po pra duhet ta heqin, them dhe unë. Se shpërdorimi i detyrës nuk mund ta çosh ti Belinda Ballukun apo me Milindën për shpërdorim detyre kur ka bër atë që ka bër, teorikisht po flas. Faktoi korrupsionin këtyre njerëzve. Mos më thuaj mua shpërdorim detyre. Këtë po. Më vjen mirë që ti vjen gjithmonë te tezat e mia. E ke çerë korrek 20 minuta po gjithmonë ke probleme shumë të mëdha ti vëlla. Këtë thash në fillim pra. Ke probleme të mëdha. Edhe më kundërshtuat. A thash të gjë në fillim? Më kundërshtuat. Tani thonë që duhet të hiqet pra. Më dhan të drejtë. Faleminderit. Edhe pse unë nuk e di kaq mirë siç e di ti teknikisht, parimisht dhe unë jam dakord. Tani unë nuk i rraf gjoksin në burrë që të futem te Facebooku im ta nxjerr kur kam thënë 2016 këtë gjë. Po mirë, unë s'e kam dëgjuar nga ty. Po mirë pra. Pa vazhdo tani. Ti e ke thënë te kjo mënyrë kam dëgjuar. Te kjo që kam pas skenari thënë qindra herë. Shiko, skenari se Spak nuk ndahet. Unë insistoj kthehem tek fillimi i bisedës. Vendimi i gjykatës kushtetuese në datën 22. Ajo është garancia, po them, ligjore, se nuk e dim elementet ose faktorët e tjerë që mund të ndodhin, që Rama ligjërisht nuk rrëzohet, që do thotë që ose gjykata kushtetuese e quan si precedent të gabuar pezullimin e një ministri, e një kryeministri në detyrë, Rama për mua e mbyll mandatin e tij të katërt i qet, vetëm i qet në sensin ligjor. Po pse ma shpjego pak? Ligjor sepse nuk ka më asnjë lloj mundësie tjetër ata të themi një goditje tjetër edhe më të fortë Spaku. Po nuk ka çka goditje të bëj sepse ai për sa kohë ai vetë është në këmbë, është ndoshta mirë, ai vetë politikisht dhe ligjërisht, nuk ka çfarë do të ikë njëri. Shiko, nuk është hera parë që Ramës i bien oficerët. Nuk është hera parë, është një lloj shahu që i bie oficeri. Por ai është vetë kryeministri, ka pozicionin, meqense për ata që luajnë shah. Në detyrë është hera parë. Po nuk është si i ka rënë akoma. Në detyrë është hera e parë. Po akoma si ka rënë dhe gjykata kushtetuese, shiko, në një situatë problematike Rama po e kthen ose nuk e dim si do jetë vendimi i gjykatës kushtetuese, po do ta kthej humbjen e një individi në fitore personale. A ka mundësi të japë një kjo është gjithë diskutimi për mua. Fundit ta mbyllim. Arbër. I dallëdisë njerëzit sonde, po ta shpjegoj një herë mirë ku qëndron problemi i asaj që thua ti. Ma thy. Okej. Gjykata kushtetuese Arbër do shprehret për një pezullim dhe për një interpretim neni. Janë dy gjëra. Pra, pika 1 dhe pika 2. A futet si precedent që nuk mund të ndodhi pra. Po. Po pra, atë po them. Çfarë do lloj vendimi që të marrin gjykata? Nëse merr favor. Ore, po unë po them çfarë do, më ta le dhe atë favorin. Nëse nuk e di. Ta le dhe favorin. Ajo që po të them unë është, nuk e çbën faktin që për Spakun Belinda Balluku është e fajshme. Më dëgjoj deri në fund. Po se thash ato unë. Jam dakord me ty këtu.
Dhe nuk e çbën faktin, pra se ti the domethënë që nëse fiton këtë Rama, politikisht është i qetë. Po. Atëherë po të them ty që nuk ka lidhje kjo histori se si ta fitoj, si ta humbin, se është një çështje për mendimin tim që nuk bjerr pjesën e Belinda Ballukut të domethënë nuk i heq korrupsionin kësaj qeverie. Pra korrupsioni në vetvete për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese nuk do të thotë domethënë që amnistohen të gjithë këta. Fare. Ashtu, unë po të them... Jam dakord me këto. Unë po të them që këta zotrinjt, këto zonjat, apo cili do qoftë që ka futur dorën në xhepet e shqiptarëve dhe do shkojnë para drejtësisë. Dhe duhet të shkojnë. Dhe që kanë hëngur dardha pas ustajit. Duhet të shkojnë. Ashtu. Pra nuk ka lidhje, po të shpjegoj, vendimi i gjykatës kushtetuese. E kisha në tjetër sens, nuk e dëgjove mirë. Po gjithsesi kisha në sensin Redi ma kuptove tezën? E qartë. Politikisht e kam. Avokat falenderoj, Arbër falenderoj. Avokat Leonard Karaj, kënaqësi që të pata. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natën e mirë.